mbrëma dhe mirë se erdhët, nderuara zonja dhe zotrinj. Vizita e presidentit të Turqisë Erdogan në Tiranë u pasua pati një hund të madhe në shtypin e përditshëm, në mendimet e politikanëve, të analistëve dhe ndoshta kaloi ndryshe nga çdo vizitë tjetër zyrtare në shtetin shqiptar, që lëshoi disa mesazhe ndaj të cilëve nuk ka qëndruar indiferent një pjesë e mirë e opinionit publik. Madje pati nga ata që u ndjen të sulmuar, u ndjen në pozita vasaliteti, apo u ndjen edhe se po shkeleshin të drejtat e shtetit shqiptar. Po për çfarë bëhet fjalë realisht? Çfarë ka në thelb kërkesa e presidentit turk Erdogan për fondacionin Gülen apo për gylenizmin në përgjithësi? Çfarë është ky konflikt dhe ku ndodhen shqiptarët në këtë çështje që disa kanë preferuar ta quajnë si një çështje të brendshme të Turqisë që nuk ka lidhje me Shqipërinë. Fillimisht një portret i shkurtër të dy politikanëve Gülen dhe Erdogan dhe rikthehemi sundje për të prezantuar panelin më pas. Recep Tayyip Erdogan ka lindur më 26 shkurt 1954. Ai është presidenti i 12 i historisë të Turqisë, i zgjedhur në vitin 2014. Më parë ka shërbyer si kryeministër i Turqisë nga viti 2003 deri në vitin 2014 dhe si kryetari i Bashkisë së Stambollit nga viti 1994 deri në vitin 1998. Erdogan vjen nga një origjinë politike islamike dhe pretendon se është një demokrat konservator. Administrata e tij ka aplikuar ekonomi liberale dhe politika sociale konservatore. Ai themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim në vitin 2001, duke e quar këtë parti në fitoren e 3 zgjedhjeve të përgjithshme radhazi në vitet 2002, 2007 dhe 2011, përpara se të ishte dorë nga drejtimi i partisë për të zgjedhur president në vitin 2014. Ai pritet të vazhdojë agjendën e tij politike, ndërsa kryeministri i tij i ri, Ahmet Davutoglu, do të ketë një qasje më të butë. Muhammed Fethullah Gülen është një predikues turk dhe një ish imam. Ai është themeluesi i lëvizjes Gülen, e njohur si Hyzmeti, që përkthehet nga turqishtja shërbes. Gülen jeton në ekzil në Pensilvani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gülen është shprehur se beson në shkencë dhe dialogun ndërfetar midis njerëzve fetar dhe partive demokratike. Ai ka nisur një dialog të tillë me Vatikanin dhe disa organizata hebraike. Gülen është i angazhuar në debatin social, i cili ka të bëjë me të ardhmen e shtetit turk dhe islamit në botën moderne. Ai është përshkruar si një imam i cili promovon islamin tolerant, që thekson altruizmin, punën dhe arsimin, dhe si një nga figurat më të rëndësishme të botës islame. Lëvizja Gülen, e njohur si Hyzmet, ka miliona ndjekës në Turqi, ashtu dhe jashtë vendit. Përtej shkollave që kanë krijuar ndjekësit Gülen, besohet se gylenistët mbajnë pozicione të rëndësishme pushteti në forcat policore dhe në drejtësinë turke. Analistë turqë dhe të huaj besojnë se Gülen ka simpatizant edhe në parlamentin turk dhe se lëvizja e tij kontrollon një nga gazetat më të lexuara konservatore, Zaman, bankën private Asia Bank, televizionin Samanyolu dhe shumë media të tjera. Biznese, duke përfshirë dhe Konfederatën Turke të biznesmenëve dhe industrialistëve. Antarët e lëvizjes Gülen theksojnë se lëvizja ka natyrë qytetare dhe jo aspirata politike. Pavarësisht se Gülen dhe ndjekësit e tij thonë se lëvizja nuk ka qëllime politike, besohet se një numër arrestimesh të lidhura me korrupsionin të bëra kundër aleatëve të kryeministit Recep Tayyip Erdogan në atë kohë reflektojnë një rritje të luftës për pushtet politik midis Gülen dhe Erdogan. Këto arrestime çuan në skandalin e korrupsionit në vitin 2013 në Turqi, për të cilin Partia për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet dhe partitë e opozitës thanë se ishte orkestruar nga Gülen, pasi qeveria e Erdogan mori vendimin pak kohë më parë për mbylljen e disa shkollave të tij para universitare në Turqi. Qeveria e Erdogan tha se investigimi i korrupsionit dhe komentet nga Gülen bëjnë pjesë në agjendën e tij afatgjatë politike për t'u infiltruar në siguri, inteligjencë dhe institucionet e drejtësisë të shtetit turk. Një profil i shkurtër se çfarë është Erdogan, Gülen dhe ku përplasen ata dhe çfarë nënkupton presidenti i Turqisë me strukturat paralele që ndodhen edhe në Shqipëri dhe me atë kërkesë që strukturat që ai konsideron si terroriste të mos ekzistojnë në Shqipëri. Reagimi i shtetit shqiptar dhe vetë besimtarët, por dhe jo vetëm qytetarët e Shqipërisë. Në ç'është pozicion ndodhen në mes të kësaj betejë apo lufte politike, le ta konsiderojmë. Jashtuarit me cilin do debatoj për këtë çështje. Ermir Gjinishi, teolog i fesë islame, në Shqipëri nuk janë në rrezik shkollat, por financimet, rekrutimet dhe strukturat paralele të lëvizjes Gülen. Një lëvizje që është problematike për vendin e vet nuk mund të jetë mirë për një vend tjetër, ndërsa medreset të cilat hapen jo në Perëndim, por vetëm në shtetet e hartës së vjetër otomane, po turqizohen. Hajro Limaj, drejtori i Institutit të Politikave të Sigurimit,
Turqia është një partner i rëndësishëm për Shqipërinë. Deklaratat e Erdogan për mbylljen e shkollave të Gülen ishin thellësisht politike dhe krejtësisht të papranueshme. Shteti shqiptar duhet të reagonte më shpejt kundër këtyre deklaratave, por reagimi ishte pozitiv edhe pse me vonesë. Edvin Sami, pedagog në Universitetin e Durrësit, përkthyes në disa gjuhë duke përfshirë edhe veprat të Gülenit. Autori disa punimeve mbi çështjet ndërkulturore. Lëvizja Gülen pohon se e njeh nga afër dhe e sheh shumë larg terrorizmit. Lëvizja në fjalë realizon qëllimet e veta përmes angazhimit brenda institucioneve dhe jo në veprimtari të kundraligjshme. Enri Hide, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Evropian të Tiranës. Gülenizimi nuk duhet lexuar si një përpjekje Erdoganit për të eksportuar në Shqipëri problemet e brendshme të Turqisë, por duhet pranuar se influenca e kësaj lëvizje është rritur gjatë viteve të fundit dhe kjo nuk mund të anashkalohet. Objektivi i lëvizjes është penetrimi në të gjithë sektorët e shtetit dhe politikës për t'i kapur përfundimisht. I falenderoj që ndodheni këtu. Zoti Gjinishi, do nisja me ju fillimisht. Deklaratën e Erdoganit ju duk si një ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë? Unë besoj që është e kaluar ndoshta parametri diplomatik i përfaqësuesit shtetit, po njëkohësisht u të kaluar edhe reagimi në Shqipëri, sepse Erdogani nuk kushtzoi asgjë me shkollat. Sigurisht që ai përcolli një shqetësim i cili është dhe qëndron në shtetin turk, e përcolli në Shqipëri gjatë vizitës së tij. Ju para pak ditësh pa dhe presidenti e Republikës, ajo nuk ka qenë temë e protokollit. Sigurisht që ai mund ta ketë përcjellë, por zhurma që u bë ishte krejtësisht e pakuptueshme me të. Ne natyrisht nuk kemi pse importojmë një konflikt i cili nuk na përket ne dhe nuk është këtu. Por sigurisht që për shkak të partneritetit, miqësisë, qoftë në marrëdhënie dy palëshe dhe shumë palëshe me Turqinë, ne jemi detyruar të shikojmë me seriozitet, të verifikojmë gjërat. Nuk është puna të reagojmë emocionalisht pro apo kundër Erdoganit. Ne marrëdhëniet i kemi me shtetin e Turqisë, kemi pas të mira me Erdoganin dhe para Erdoganit. Çështja është, meqense Güleni ndodhet në Shqipëri, cila është marrëdhënia e tij me Shqipërinë? Flitet në Turqi për struktura paralele dhe ka një debat shumë të madh. Po në Shqipëri është hapur ky debat. Duhet ju kujtohet gjithëve që në zgjedhjet e fundit parlamentare patë media që shkruanin për financime të lëvizjes gyleniste për parti të caktuara. Sigurisht janë ato parti të cilat e ngrenë më shumë se ç'duhet termin e nacionalizmit me një frym urrëtie ndaj fqinjve tan, grek, serb, kudo qofshin ato. Natyrisht që ne kemi marrëdhëniet tona me fqinjet dhe kjo nuk mund të iniciohet kurrë nga duart huaja, sepse nuk i shërbën vendit tonë. E dyta, kemi një, po flas për prezencën, sa mund të jenë ato prezencë në Shqipëri, sepse natyrisht është e tepërt të themi që do marrim pjesë në debatin që bëhet në Turqi. Kemi një deputet parlamentit shqiptar, i cili në librin e tij ka shkruar 10% të policisë shtetit janë gylenistë. Po kemi edhe një studim të një historiani, politikani, një studim i mirë që është botuar para pak kohësh në gazetën Jeni Akif, i cili flet se Shqipëria është vendi më i kapur nga gylenistët në Ballkan. Po, i pari madje përpara Bosnjës dhe Maqedonisë, paktën sipas një shkrimi që lexova. Ne e teprojmë, biles nuk jemi serioz kur merremi me shkollat e Gülenit, kur themi që Güleni është shkolla. Jo, shkolla është njëra nga perandëria e Gülenit. Por Güleni faktikisht nuk ka asgjë në emrin e tij. Lëvizja Gülen nuk ekziston. Ju e përmendet, është një term mediatik. Nuk ekziston de jure i regjistruar lëvizja Gülen. Miliardat e Gülenit, qofshin ato investime në arsim, në biznes, në banka, nuk janë emër të Gülenit. As shkollat nuk janë emër të Gülenit. Dhe këtu lind pyetja. Po i shërbejnë interesave të Gülenit. Sigurisht, dhe kjo është interesante. Një njeri, një imam i pashkolluar, duhet të thënë i pashkolluar, i cili në mënyrë manipulative prezantohet si një njeri akademik, si një njeri promovues i vlerave të demokracisë. Vlerat e demokracisë nuk janë kështu. Gazeta Zaman i quhen armenët të pabesë. Flet gjithmonë për komplotet e Mossadit dhe Izraelit. Gazeta Zaman para disa kohësh fliste për një lutje që bënte Güleni për kurdët, ku i bënte thirrje shtetit t'i shkatrojë, t'i djegë, t'i presi. Nuk është kjo demokracia. Ka një rast tjetër për fjalën e lirë, meqense jemi në këto demarshe të përplasjes së qeverisë Erdogan me gazetarët e Zamanit. Po ka një shkrimtar i cili bëri librin Ushtria e Imamit, i cili shpjegonte totalisht strukturën paralele të Gülenit.
se si këto janë formuar në celula, se si kanë këto abejlera, të vlezët e tjerë, dhe ai përfundojnë burg. Përfundojnë burg. Në një proces i cili u quajt i montuar, dhe pas një viti doli me ndërhyrjen e shoqërisë civile, shoqatet gazetarëve dhe tha, unë nuk merrem më me të. Sepse ky njeri është i rrezikshëm. Çështja është kështu. Përtej manipulimit dhe fryrës së tepërmit figurës Gülenit. Gyleni nuk rrjet, nuk ka një histori që të flasi për vlerat e demokracisë, vlerat e lirisë e tjera. Gyleni është nxënësi i Said Nursis. Said Nursia ka qenë njeriu i cili i bëri opozitën Ataturkut në momentet e themelimit të Turqisë moderne sekulariste. Dhe ishte njeri anti-Ataturk dhe anti-sekularizëm. Mirë, po nuk është kaq i rëndësishëm, pse merret Erdogani me të dhe pse e quan strukturë të rrezikshme, terroriste? Dakor, ne po flasim për një njeri i cili de jure nuk ekziston. Ky njeri nuk ekziston. Ky nuk ka asnjë pronë. Ky nuk ka asgjë. Nuk ka as dënim madje në Turqi. Ndërkohë që flasim për 6 milion djegës. Ku i ka këtë gjë? Pse i ka këtë 6 milion? Kush janë këto? Si mund të jetë lëvizja gyleniste, lëvizja e Gylenit kur ajo nuk ekziston ligjërisht? Çfarë bëjnë? Ku ekzistojnë këto? Si janë rekrutuar këto? Ka pasur diskutime të mëdha. Sigurisht që unë nuk do të merrem me debatin. Jo, vetëm shkurt të plasi dhe pjesa tjetër panele dhe pastaj hyjmë në detaje. Dakor, edhe 30 sekonda. Janë apo s'janë? Ekzistojnë apo s'ekzistojnë gylenistët? Unë nuk do merrem me debatin e Erdoganit, po ka një problem shumë madh. Gyleni ka pas probleme me shtetin turk para Erdoganit. Në vitin 99 është publikuar një video ku Gyleni me zë dhe figurë orienton ndjekësit e tij që të futen në strukturat e shtetit, pa bërë zë, të jenë të padukshëm, deri kur të marrin organet kushtetuese të vendit. Atëherë çfarë është kjo? New York Times i ka bërë shkrimet një pas njëshme për Gylenin. I referohet dhe James Jeffrey, ish ambasadorit amerikan në Turqi, i cili flet për strukturat paralele gyleniste në gjyqësorën, prokurori, në gjykata, në shtetin turk. Atëherë kemi të bëjmë me një lëvizje okulte, lëvizje të fshehtë, e cila depërton brenda sistemit, brenda shtetit turk për interesat saj. Qëllimi i saj është kapja e pushtetit dhe shfrytëzimi i pushtetit për interesat saj personale. Sigurisht që kjo përbën një problem, për cilin do shtet qoftë. Ju thashë dhe më parë, nuk ka nisur me Erdoganin. E kuptoj. Është një problem edhe i mëhershëm. Ne do diskutojmë më shumë, besoj Shqipëria të hyjë në këtë histori, po edhe për shkak të gylenistëve. Gjatë këtyre ditëve unë kam pasur shumë pyetje, komente edhe nga njerëz të ndryshëm që më thonin, po mi çfarë kanë me ne gylenistët? Me sa duket ka këtu qytetarë të këtij vendi që janë shkolluar në investime, le të themi, nga Gülen, pavarësisht nuk e ka emrin të shnuar atje, që janë ndjer të sulmuar, të kërcënuar në një farë mënyrë dhe... Jo, unë e thash dhe në fillim, nëse më ta vazhdoj unë. Dhe thash që në fillim nuk ka asnjë problem me shkollat. Shkollat janë nga shkollat më të mira në Shqipëri. Atëherë çfarë kërkoi tamam Erdogan? Çështja kërkoi mbylljen e këtyre shkollave? Dakor. Çështja është që aktiviteti i Gylenit, strukturat paralele, kanë të bëjnë me rekrutimin dhe financimin e një aktiviteti të jashtëligjshëm, i cili nuk ka emër dhe mbiemër, por kap dhe ka cënuar rendin kushtetues të Turqisë. Dhe çështja është që këto financime nga vijnë dhe ku shkojnë? Ky është problem shumë i madh. Qeveria hollandeze në vitin 2008 ka bërë një hetim mbi shkollat e Gylenit dhe i quajti shkolla anti-integruese, të cilat çojnë në radikalizëm. Për çfarë arsye? Sepse ndjekësit e saj ishin të grumbulluar brenda vetes dhe përjashtojnë ndryshe, mendimin ndryshe dhe njeriu ndryshe. Drejtori i njërës për këtyre shkollat deklaron në një televizion, ne kemi si qëllim të rrëzojmë sekularizmin. Dhe qeveria hollandeze i futi në hetim dhe ndërpreu ndihmat ose financimet publike për këto shkolla. I njëjti problem ka qenë dhe në Amerikë me financimet. Ka pasi problem shumë madh sepse në Amerikë ka një sistem që jepen këto bonot publike, financimet publike të shkollave, por këto futeshin në këto shkolla dhe përfundonin në fondacione të cilat gjithashtu nuk janë të Gylenit dhe përfundonin, nuk dihet kur përfundonin. Pra çështja nuk është në procesin e mësim-dhënies. Absolutisht ato janë shkolla shumë të mira dhe nuk ka të bëjë fare me nxënësit që mësojnë atje. Çështja është sistemi paralel dhe strukturat e Gylenit. Në Turqi nuk janë mbyllur shkollat e Gylenit, janë mbyllur shkollat parauniversitare, ato që përgatiteshin për një vit studentët dhe për plasa që është shumë ligjore. Shteti turk kërkoi listën e emrave dhe pagesat. Dhe lëvizja refuzoi të jepte. Pse refuzoi të jepte lëvizja? Si mund kryesh një aktivitet arsimor kur nuk respekton ligjet e vendit tënd? Ky është problemi. Sa i përket çështjes me Erdoganin, ka pas skandale shumë dha. Nuk mund të përgjohet presidenti. Në çfarë do lloj mënyre nuk mund të përgjohet presidenti? Mirë, e diskutojmë pak më vonë këtë. Zoti Limaj.
kaq sa u tha dhe sidomos pozicionin ku ndodhen shqiptarët në këtë betejë. Të diskutosh këto probleme kaq madhore se janë të lehta në kuptimin e se këto janë marrë ndërshetërore, do ne u bëm pjesë e saj. Duhet të kesh shkallë të madhe njohje edhe të njohësh në thellësi të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, veçanërisht që me ardhen pushtet në vitin 2002 të Erdoganit. Në analizën e çdo njeriu të lexueshëm dhe njeriu me kulturë, Turqia për Shqipërinë ngelet aleat natyral strategjik. Dhe ajo, pavarësisht nga luhatet që kanë pësuar, Turqia është dhe do të ngelet e tillë. Tani kemi një problem i cili pritet të ndodhte në Shqipëri pa ata që lexojnë dhe shikojnë situatën në Turqi. Cili është problemi? Zoti Erdogan me ardhjen në pushtet 4 vite e parë punoi mjaft mirë. Një njeri që kishte lexuar para kur ishte kryetar bashkie, qëllimet e tij strategjike dihesh kush ishin. Që Turqinë ta kthenin shtet islamik dhe të rrisin në maksimum edukimin fetar radikal të rinisë turke, të cilën po realizon tani sistemin arsimor turk dhe parauniversitar. Mbas 4 vjetësh, pastaj me ngadalë po të nxirrte shfaqjet dhe qëllimet e tij, dhe kur erdhi për të herë të tretë, doli krejtësisht hapur për qëllimet që ai ka në sistemin kushtetues të Turqisë dhe në sistemin laik të Turqisë. Në raporte me shkollat që janë në Shqipëri që kryen shqetësim, shkollat Turgut Özal, SHA, kompania arsimore Turgut Özal SHA, dhe Fondacioni Arsimor Gülistan nuk janë krijuar nga vetë e tyre. Këto 2 institucione janë krijuar nga 2 shtetet tona. Shkolla e parë që është hapur më 13. Kush i ka financuar? Dakor që janë krijuar 2 shtetet. Kush i ka financuar? Më 13 shkurt 2013 ka ardhur ka hapur, ka presh shiritin ish presidenti më modern i Turqisë, Turgut Özal. Më demokrati, njeriu që bëri revolucionin më të madh në ekonominë turke. Këto të pas 90-s na interesojnë. Këto shkollat që në hapur Jo, tani. na interesojnë se këtu hap roli shumë madhor. Pastaj në vizitën e fundit që bëri kryeminist zoti Erdogan, vizitën e bëri në kompleksin arsimor Turgut Özal dhe fotografia Samuri. Me të gjithë pedagogët dhe personelve. Nësa Universitetin e Poka e hapi presidenti Turqisë, presidenti para zotit Erdogan, i cili u bote kompleksi arsimor Turgut Özal shumë madhështore. Dhe marrëdhëniet e zotit Erdogan me Gülenin ishin mjaft pozitive, s'kishin asnjë lloj problemi. Dhe e quhenin si një bashkëpunëtor dhe si një aleat në qeverisie, pavarësisht se Güleni nuk ka parti politike. Se Güleni po donte të merrte pushtet, krijonte parti politike dhe konkurronte dhe s'ka pak më shtetës. Ti i tha 10 milionë ka drejt. Ai nuk ka qëllime të marrë parti politike, të marrë pushtetin. Ai ka qëllime që në të drejtoj, të organizoj një arsim botëror, ku të ketë një fe bashkëtuese, një fe përmirëqenie, një fe pandarje midis feve, pandarje midis rasëve dhe farapash, njëri shumë dhe është pro-europian. Problemi midis Erdoganit, ne do të flasit tosh që opinioni publik të dinë të realisht vërtetën. Problemi midis Erdoganit dhe Gülenit, që me Gülenit s'ka problem fare se Güleni jeton në Amerikë, është më datën 17 dhjetor 2013. Kur Erdogan ndodhej një miting madhështor në qytet tjetër. 2013, po. 2013. Ndodhej një miting të madh dhe ministri i Brendshëm e njoftoi që u arrestua djali im dhe fëmijët 2 ministrave të tjerë. Dhe ai tha me he grushteti. Telefon, mbyll telefonin dhe pastaj komandoi djalin e tij me telefonin, i tha hiq 30 milionë lekë që janë filan vend. Tu deshifrua. Telefoni koduar i kryeministrit u deshifrua dhe ai thoshte hiq 30 milionë dollarë që janë filan vend. Disa herë. Kjo botua pastaj në shtyp. Këtu pastaj duke qenë se gjitha hetimet dhe procedurat hetimore të kësaj të pastrimit parave
$1 miliard u pastruar në bankë në Ankara dhe merrte pjesë një iranian, 3 fëmijët e ministrave dhe djali kryeministrit. 1 miliard. Dhe drejtori të bankës u arrestua, ju gjetën $4.5 milion në fundu këpus në këto këfara. Këto janë me dokumenta zyrtare u ndjek hapasapi. Këtu pastaj ai kërkoi armik, si Koren Rogjës, kush armiku. Dhe gjeti Gylenin, sipas jush. Po, dhe gjeti Gylenin sepse këta janë të Gylenit. Ata që janë punojnë, nuk jam dakord me zotrin, ata që punojnë administratën shtetërore të Turqisë janë turq të gjithë, si shem këtu neve. Të gjithë kanë të punojnë shtet. Marron arsimin, plotëson kriteret, bën testimin, merr detyrën. Edhe kjo që thuaj këtu fara, jo 10-5%. Ata djem që janë policinë shqiptare kanë patuar varë si ka qenë tash ushtarak. Ata kanë marrë akademinë e shtetit turk të policisë, në më të mirat. Dhe janë sot policia më të mirat. Ne nuk kemi pse bëjmë ndarje të tilla në vendin tonë. Ne çojmë shumë edhe të botës dhe ata si e morën në vendet shkollore mjaft mira. Pra, këtu filloi debati dhe ai për arsye politike të tija nuk bëri dot vizitë në Shqipëri. Vizita që u shty për të ardhur në Shqipëri Erdogan nuk ka të bëjë lidhje me tragjedinë e Minerës. Me Minerën, atë po. Më mbrapa, si rezultat i konfliktit të mëdha politike që lidhen në Turqi, dhe ai shikonte shumë të rrezikshëm, shumë të pamundshëm zgjedhjet e tij president. Ai ka caktuar për të hyrë president në momentet e fundit dhe me shumë rrezik, 1.8 më shumë mori. 51.8. Mirë, se do ta vazhdojmë pak pjesën e Erdoganit, dhe vetëm do të mos hynim shumë detaje, se publiku shqiptar nuk na ndjek dot me skandalet e Turqisë. E kuptoj, po duhet një kuadër plotësues. Edvin, çfarë mendon për Kajsa u tha dhe për konfliktin fjalë, dhe rolin shqiptarët ku gjenden në këtë përplasje? Spari, mund të them që për veten time pjesën e arsimit deri diku e njoh mirë për arsye se gjatë kohës së studimeve të mia në Turqi jam mbështetur me bursë nga Fondacioni Pranë Lëvizjes Gülen. Duhet ta them këtë që edhe ata shikues që na ndjekin në rast se dëshirojnë ta shikojnë këtë si një lloj konflikti interesi apo si një shkak dashamirësisë time, mund ta bëjnë këtë. Po ashtu kam qenë mbështetur po me bursë edhe nga Bashkia e Stambollit gjatë kohës kur ajo drejtohej nga zoti Erdogan. Erdogani, kështu që i ke të dytë pak a shumë. Po, natyrisht. Je edhe më në vështirësi se sa dikush që ka vetëm njërin palë. Dhe kam një dashamirësi, le të themi, për të dyja krahët. Më vjen të themi keq për këtë lloj përplasje, po bënim edhe një shaka sot në kafen e mëngjesit me disa miq dhe njëri përdori një batutë, tha është da Turqia në dysh gjunaf se ka ranë sysh. Po ky është kompliment i madh për Gülenin nga mësimin. Të thuash është ndarë Turqia në dysh, vi që është një lloj faktori atje. Është më shumë se dy pjesë, nuk është vetëm Erdogan dhe Gülen. Ka dhe faktor tjerë. Absolutisht, por këtu më tepër doja të ndalesha. Pra, Erdogan ka folur për një Turqi të re, që përtej një slogani elektoral, që është edhe i tillë natyrisht, në thelb mban një të vërtet. Erdogani vetë mori 51.8, tha profesori, 51.8% votave, dhe këto janë vota të pastra konservatore. Pra shoqëria turke në vlerën mbi 50% mbështet një projekt tashmë jo qemalist. Shtojmë këtu dhe vota tjera konservatore, pro Gülenit apo partive tjera, apo grupimeve tjera më të vogla jo qemaliste, konservatore, të cilat nuk kanë shkuar në favor të Erdoganit, por thjesht nuk janë hedhur në kuti, tregojnë që mbas gati 100 vjetës, 90 e kusur vjetës republik, Turqia ndodhet pikërisht në një situatë tillë që Erdogani si konservator ka përballë si opozit Gülenin, ndërsa opozita laike praktikisht është e pashpresë. Domethënë, kur do të fitojnë ndonjëherë zgjedhjet këta? Kanë mbi 3 mandate, sa janë bërë deri tani, që këta vetëm humbin dhe nuk i gëzohen dot as rritjes në vota, qoftë edhe kur bashkojnë votat me... Dhe në këto kushte, do të thosha që kjo ndarje mes Erdoganit dhe Gülenit, le të themi që ka nisur fillimisht si një bashkëpunim, le të themi për ta shprehur
me një gjuhë thjesht një biznesi përbashkët. Kanë thënë miqësi, në shumë shkrime e gjeja dhe 2 miq që u kthyen në armiq. Kanë pas miqësi, Gjiniçi? Kanë qenë miq të afërt? Po, ka pas një dashamirësi. Gyleni nuk ka miq. Tani ndoshta mbase jo, po në fillim do të pas. Gyleni ka mik vetëm pushtetin. Në kohën e Suçilerit, më fal. Po. Besoj ju duhet të dini, njëjtën gjë bëri. U afrua dhe i dha votat Suçilerit, ndërkohë që e theksoi, nuk figuron. Organizat. Votat e këtyre njerëzve pra. Kjo është çudia, që këtu fillon problemi. Ky është një njerëz që nuk figuron. As parti, as fondacion, as gjë. Ku i gjen këto vota dhe ku i çon? Dhe pse gjithmonë ky i ngjitet pushtetit? Përplasja nuk ka ndodhur me Erdogani, por ka ndodhur në kohën e Çevitit. Dhe ndërhyrja e Çeviti që nxorri jashtë Turqisë sepse u akuzu për gërë shteti dhe Erdogani ka qenë kërkushi në atë kohë. Një minutë, nuk është tamam kështu. Domethënë në atë kohë ka ndodhur. Po, unë kam qenë atje në atë kohë dhe mund të them edhe këtë që marrëdhënia e Gylenit me Xhevitin ka qenë shumë e mirë. Absolutisht shumë e mirë, unë do thash, ai ndërhyrje që nxorri jashtë. Sepse duhet të brenda. Në 99. Po bëkshim le të kishim diskutuar, diskutuat edhe Po. Dhe e Xheviti në atë kohë, domethënë kryeministri e Xhevit, socialdemokrat, viziton shkollat e Gylenit në disa vende të Azisë, mos gaboj, dhe shprehet se edhe në kushtet kur e di se do të kritikohem nga shumë qarqe, marr përsipër të them se këto janë shkolla shumë të mira dhe janë një nder që i bëhet vendit e tjetje. Pra, marrëdhënia mes tyre ka qenë e mirë dhe Gyleni është larguar pikërisht për atë problemin e kasetave që juve përmendët. Video kaseta, janë disa video rreth që kanë dalë në atë kohë, për të cilat ai u fajsua se po synon rrëzimin e sistemit kushtetues, por për to ai ka marrë pafajësi para disa vitesh. Tashmë ka çështje tjetër të hapur, por për to çështja mund të konsiderohet e mbyllur. Arsyeja pse jeton në ekzil cila është? Për shkak të këtyre akuzave që kanë në Turqi? Që në atë kohë u largua. Është larguar në atë kohë, u tha që largohet për arsye shëndetësore, por në fakt ne që ishim atje, kur pam një sulm të menjëhershëm që nisin media përmes daljes së disa regjistrimeve audio dhe video, që në një farë mënyre qenë një linçimi drejt për drejt i tij dhe në atë kohë pati mbështetjen e partisë po themi pararendse islamike të zotit Erdogan. Zoti Erdogan nuk ishte akoma faktori në atë kohë, por në atë kohë ishte zoti Erbakan. Dhe ai me sa duket ishte larguar për këtë arsye. Më pas, mbas pafajësisë, është shtruar çështja se pse nuk është kthyer. Dhe qëndrimi i tij ka qenë publik. Nuk dua që të kthehem për të krijuar idenë e një triumfalisti që mbasi fitoi pafajësinë, vjen tani kthehet në vendin e vet, dalin njerëzit e duar trokasin dhe krijon një mjedis jo fort. Okej, kjo është arsyeja pse s'kthehet apo ndoshta mendon se po kthyer mund të burgoset apo mund të ketë pasojë të tjera? Aktualisht ekziston dhe kjo edhe ky rrezik. Dhe është kërkuar ekstradimi i tij, por përpara se të ngrihej çështja e dytë, arsyeja e shprehur për tij ka qenë kjo. Ndërkohë për sa i përket aspektit ligjor, se edhe kjo duhet trajtuar, është e vërtetë që një organizat e strukturuar, hierarkike, nën drejtimin e Gylenit, zyrtarisht nuk ekziston. Por çdo veprimtari po themi në arsim, në biznes, në veprimtari sociale, çfarëdo që tjetë, është e formalizuar në një farë mënyre. Do thotë, kolegjet aktualisht që kemi në Shqipëri apo që janë kudo, janë të mbështetura nga fondacionet caktuara, të cilat janë të regjistruara. Bizneset janë po ashtu të formalizuara. Financohen prej tij, por nuk janë në emër të... Nuk financohen prej tij, por se për jurnalista i nuk është as trashëgues i ndonjë pasurie nga po themi para. Pse mbajnë emrin e tij? Në kuptimin që këto janë institucione gyleniste. Pse duhet nënkuptohet? Po pse? Unë mund të them, për sa e kam njohur lëvizjen me aq sa kam pasur kontakte gjatë kohës që kam qenë në Turqi, që atje njerëz si Gyleni kanë një ndikim shumë të fortë përmes fjalës. Gyleni ka qenë një imam dhe një predikues me shumë ndikim. Dhe ka arritur që, themi,
ajo që dihet pak të zyrtarisht përmes fjalësve të ushtrojë një ndikim dhe të stimulojë pikërisht ndërtimin e një strukture të tillë përmes bashkëveprimit të shumë biznesmenëve, të shumë dashamirësve, të shumë... Këta janë dashamirës, janë armiqtë e Erdoganit apo dashamirës të Gülenit? Këta që e mbështesin këtë investime? Atëre ishë i miqë të dyve. Atëre ishë i miqë të dyve, pastaj u nda. Dinishi, se më thonë që është gabim të thuash që nuk ka lëvizje Gülen. Lëvizje Gülen, sepse është lëvizja Ismet në 160 vendet botë. Jo, thash, nuk ekziston lëvizja Gülen e regjistruar, thash. E regjistruar me, po jo se s'ka një lëvizje. De jure, po ky është problemi, pra, në rast se po më kuptoni, ky është problemi. De jure nuk ka asnjë aktivitet në emrin e Gülenit. Dhe të mos ngeli vetëm shkollat, sepse unë thash... Jo, është e regjistruar, po nuk ekziston në emër Gülen, këtë po thotë. Jo, nuk... Lëvizja Gülen nuk është e regjistruar, nuk ekziston. De jure, lëvizja Gülen. Është hizmeti dhe hizmeti ka histori tjera. Të mos merremi me historinë e shkollës, se unë thash që në fillim të herës. Pjesa e shkollës është pjesa më fantastike, më realizuar e asaj. Probleme kam pas shkollat me financimet. Parat ku vinë dhe ku shkojnë. Në cilin vend? Në Amerikë. Ne po flasim për Shqipërinë. Po ne po flasim për fenomen. Jo, po deshin Shqipëria, atëherë flasim për Shqipërinë. Ne po flasim për fenomen. Jo, do të shkoj publicitet. Ma ruaj të lutem idenë. Po s'ka çat njohur, sepse të them pas publicitetit se jam vonë kjo pjesa e parë. Shkojmë në disa sekonda publicitet dhe rikthehemi për të vazhduar. Ose gazetari Shikut Turqisë vjen. Jemi rikthyer. Biles po i kërkon Gjinishi zotit Lima që ta thot publikisht që kush është përfshirë. Po thuaj publikisht. Për çfarë konkretisht? Atë pra historinë e Shikut. Shikut po. Një gazetar... Jo gazetarin, këtu. Një gazetar që shkruan problemet e strukturave paralele, që janë zgjedhur Shqipërinë të parën, ai punon si Shikut në Ankara, vjen gjithë Ballkan, kam ndërkoduar Turqisë atë në Ballkanin dhe shkruan kundër shkollave turke këtu. Është gazetar turk. Po gazetar, ne nën petkun, ai hanë ose ka, nën petkun do ta raport ju. Nën petkun gjoja të gazetarit, ashtu gazetar. Ai një informator që vjen në brez për Ballkanin e Karapare dhe çfarë bën presion të rritet mësimi i fesë në Shqipëri. Çfarë presion bën? Sepse shkollat turqi sot kanë rritur shumë ato ngarkesën fetare. Dhe kolegjet s'kan fe, janë shtetë laike, janë shkolla laike tek neve. Ai më presion bën të kundërta. Ne e njohim dhe di çfarë bëhet, çfarë lëvizi këtu. Ju ndoshta e njëri, po publiku nuk kuptoi gjë nga kjo gjë. Që me ardhje në pushtet, Erdoani ka pat friga vetja dhe filloi me arrestimet të shtatballorisë. Ka arrestuar 4 shefa shtatballorie dhe të 4 shefa të shtatballorisë u liruan të pafajshëm. Tani dole armik Erdogan, ai more Güleni tani. Okej, profesor. Tani nga sa parashtruan parafolësit unë një gjë kuptova që në një mënyrë ose në një tjetër, duke qenë ose duke mos qenë, kjo çështje shndrohet automatikisht në një debat që prek dhe cënon në një farë mënyrë sistemin tonë të sigurisë kombëtare. Në një mënyrë... Të sigurisë kombëtare? Po, jemi duke folur për... Po jemi të siguria kombëtare? Megjithëse ju pyetët se cili është roli i Shqipërisë, unë bëjmë të jap një përgjigje pyetjes tuaj fillestare që e niset emisionin. Përtej asaj çka simbolizon Güleni që parashtruan parafolësi si në një anë dhe në tjetrën, do thosha një element tjetër. Ndodhemi përpara një faze shumë delikate në sistemin e balancës fuqisë rajonale, do përdor këtë term për pa e komplikuar më tej. Çka do thotë që shqiptarët ndodhen në një pozicion shumë interesant të historisë, në një pozicion që nuk e kanë pasur më përpara. Dhe në këtë pozicion, shqiptarët thash dhe jo Shqipëria, Shqipëria luan rol kyç për gjithë faktorën shqiptar në rajon. Për te probleme që kanë dhe që ne i kemi diskutuar këtë ditë pafundësisht në Shqipëri, qoftë Kumanovën apo problemet e tjera. Unë do vija në duke edhe një element tjetër, që është duke u krijuar një lloj partneriteti praktikisht de facto, po unë do thosha që jemi duke shkuar drejt rrugës edhe të një përtej de facto, një partneritet midis Rusisë ose një ndërhyrje potenciale e Rusisë nëpërmjet sidomos Serbisë, por edhe Greqisë, por edhe Maqedonisë, sikurse po e shohim me mbështetjen që po i jep indirekt për Gruevski dhe për qendrimin e tij në pushtet, një lloj aksi i ri ballkanik që përpiqet dhe tenton të zhvendosë këtë influencë në rritje të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Kjo do të thotë sipas meje se sa herë që kemi potencimin e një faktori caktuar në një rajon ku ka pas një vakum gjeopolitik pas tregjes për shembull të Greqisë, ka një aktor të ri i cili përpiqet të futet në sistem. Dhe në këtë kuptim, për te interesave klasike të Rusisë, unë do thosha që interesat e Turqisë përputhen për shkak edhe të partneritetit tonë të dyve në NATO,
përputhen në mënyrë më eksplicite dhe më të qartë se kur historikisht, për të fuqizuar nga njëra faktorin shqiptar dhe për të shërbyer nga ana tjetër interesave turke. Duam po s'duam ne shtetet këtë bëjnë, këtë kanë bërë dhe këtë do vazhdojnë të bëjnë, do të shërbejnë interesave të tyre. Nëse kjo do bëhet nëpërmjet fuqisë së butë të Erdoganit ose të Turqisë ose fuqisë ekonomike, apo promovimit të interesave kulturore, nëse kjo do bëhet nëpërmjet promovimit të një marrëdhënie strategjike edhe në kuptimin ushtarak, se ajo që filloi Shqipëria në 99-ën me disa deklarata të leadershipit turk dhe vazhdoi të sot e kësaj dite, unë do thosha që jemi në të njëjtën valë. Dhe për sa i përket tani, për të ardhur për shpjeguar pse e thash të, për shpjeguar pikërisht atë që po ndodh me fjalën që tha Erdogani në Shqipëri, sa i takon një lëvizjeje, pa e përmendur fare, dhe kjo është shumë interesante, pa e përmendur fare me emër zotin Gülen, unë do thosha që ndodhemi në një farë mënyre në të njëjtin perceptim të kërcënimeve të sigurisë kombëtare. Ai në një farë mënyrë fton Shqipërinë që ta marrë më me seriozitet atë çka Turqia mendon si një partnere, e theksoj këtë strategjike, sepse vetë Shqipëria ka shpallur partnere strategjike Turqinë dhe Turqia na sjell sigurisht, e fton Shqipërinë që ta konceptojë këtë lëvizje si një rrezik potencial edhe për sigurinë e saj për shkak të problemeve që janë shfaqur në Turqi. Me këtë lëvizje që u parashtruan këtu nga parafolësit, u ekspozuan në shumë element. Të shndroj vetëm në një pikë të fundit. Kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi qëndrim të kundërt. Turqia në asnjë moment deri tani dhe që ka filluar marrëdhënie më të ngushta me Shqipërinë, nuk ka vendosur kushtizimin e raportet e saj me Shqipërinë. Madje dhe investimet e fundit turke dhe projektet turke që u parashtruan nga Erdogani këtu, nuk vendosën asnjë kushtizim, të paktën në dielin tonë dhe të paktën publikisht asnjë kushtizim. Kështu që ne nuk mund të pati nga ata që lexuan si kushtizim investimin për xhamin. Unë mendoj se për te nuk është vetëm ajo se bëhet një paketë për diku tek 1 miliard flasin media, por mund të jetë më shumë 1.8 miliard është një paketë që ndoshta Turqia për shkak edhe të rreqjes së një pakete të dikurshme nga mbështetja për Sirinë mund ta ketë kaluar si një buxhet, është folur dhe kjo në media, mund ta ketë kaluar si një buxhet shtesë për Ballkanin, është një përpjekje e Turqisë për të penetruar dhe për të rritur ndikimin e saj në Ballkan në kuadrin e të rreqjes së Greqisë dhe këtë gjë mund ta bëjnë më natyrshëm, siç tha dhe profesori, dhe bashkohem këtu te kjo pikë, vetëm shqiptarët, sepse ata janë dhe faktori më i rëndësishëm për momentin në Ballkan. Por kjo shkakton sigurisht ato që ne shikojmë dhe lexojmë për ditë, reagimet ruse, reagimet e Eka Thimerini, të cilët janë dhe përfaqësuesit e Cipras në një farë mënyrë në zëri i ri i Ciprasit në politikën greke të jashtme. Ciprasi mund vi këtu, ka zëra për të paktën për tensione nga që Shqipëria po krijon sipas serbëve. Pra kemi një lloj dinamike shumë të fortë në rajon, e cila po përshkallëzohet dhe potensionohet. Dhe kjo është për ta sqaruar këtë pjesën e Cipras, nuk bëhet fjalë. Lajmi që ka dalë nëpër media që mund vi Cipras nuk është për kryeministrin. Eka Thimerini ka dhënë një artikull tjetër i cili flet për pretendimet që Shqipëria pas ka ngritur tashmë, ndërkohë që nuk janë fare pretendime komplet e kundërta. Por e kanë fjalën që kjo mund të shikohet në një aks disi më të përgjithshëm të balancave rajonale të fuqisë. Por përtej kësaj, lëvizja Gülen në Shqipëri, po, është e pranishme, nuk e fsheh askush, madje dhe parafolësi këtu e pranoj, është e pranishme nëpërmjet institucioneve arsimore që janë më të mira në Shqipëri, absolutisht në nivelin e tyre, por ama ka edhe këtë problemin tjetër që është shoqëruar me këto fenomene në vende të tjera. A janë shfaqur në Shqipëri? Ndoshta jemi ende në fazat e para të kësaj lëvizje dhe bëj mirë që t'i kapim problemet që në momentet e para kur lindin. Në fazat e para të lëvizjes? Jemi në fazat e para të përplasjes. Jo, jemi në fazat e para të, do thosha unë të përdor një term tani, të penetrimit të kësaj lëvizje në strukturat klasike të pushtetit. Qoftë në institucione, qoftë në strukturat e tjera. Më lejoni të bëj pak ta fjalë më njëherë. Sa të prezantoj edhe një ftuar tjetër që e kemi drejt për drejti do komunikojmë me ne, Pranvera Beklund, mirëmbrëma. Falenderit që je këtu. Në fakt ti je shkolluar në institucione, le t'i quajmë gyliniste? Bëjmë gabim t'i quajmë të tilla? Mund t'i quani, unë e njoh si shkollën Kolegjin Turk të Vajzave me Metakif. Dhe pastaj më pas dhe masterin dhe shkollën e lartë dhe keni punuar në një universitet turk. Pas diplomimit. Je ndjer këto ditë në këtë betejë përplasje midis për mbështetësve të Erdoganit dhe Gülenit, si e ke ndjer veten? Jam ndjer si një unë nxënëse 4 vjet në shkollën Mehmet Akif nga viti 97 deri në 2001. Dhe më vonë kam shkuar në Kipër për studimet e larta dhe masterin. Ishte një shkollë private, ndërkombëtare, pra e pavarur nga shteti turk dhe e pavarur nga kjo lëvizje. Gjatë kohës që unë kam studiuar në Kolegjin Mehmet Akif, unë nuk e kam njohur këtë si lëvizje.
Pra, ne nuk dinim se nuk ishim dëgjuar se nga vini këto fonde, si quheshe fondacioni, ne ishim vajzat e shkollës turke me Metakif, dhe unë nuk kisha të them të drejtën, unë dhe shoqet e mia, një pjesë e tyre ende vazhdojnë mos të dinë për këtë lëvizje. Pra, ne asnjëherë nuk kemi dëgjuar për këtë lëvizje gjatë kohës që studionim aty, dhe kemi parë një laicizëm. Të gjithë njerëzit kanë menduar, për shembull më bën një pyetje, atje është një vend fetar, ne nuk shikonim, nuk u afrua askush të na thoshte për fen islame, apo të shikonim dikë që faleshe. Në atë kohë ishte ndaluar dhe shamia në mësuesit që ishin femra, dhe ne nuk shikonim asnjë shenjë të kësaj. Ne thjesht e dinim që ishin turq dhe normalisht janë musliman. E kuptoj. Domethënë, po sot ndjehesh që je gyleniste, le të themi? Apo thjesht një që është shkolluar në një institucion turk? Unë kam integritetin tim, pra unë kam marrë një mësimdhënie të shkëlqyer në këtë shkollë, e cila më ka shërbyer shumë në universitet, madje notat e mia kanë qenë shumë të larta në universitet, ndërkohë që unë isha në mesatare në shkollën e mesme, sepse ishte një shkollë shumë e fortë, dhe kjo më shërbeu më vonë. Unë punova për 3 vjet për Universitetin Epoka dhe pastaj për European Times, dhe në universitet unë ndjeva mjaft e përgatitur. Studioja në anglisht sikur të ishte gjuha ime, socializohesha në mënyrë shumë natyrale, dhe pra e ndjerë një studente mjaft e përgatitur, dhe unë... Dhe nuk e ndjerë në një presion nga institucionet e Erdoganit? Jo, në asnjë lloj. Jo, kjo shkollë ishte private ndërkombëtare. Domethënë nuk varesh as nga shteti turk. Dhe në këtë përplasje midis, përplasje nuk di si ta quajnë fakt, dhe nuk dua të jem korrekte me termat, po përplasje është paktën. Midis Erdoganit dhe Gülenit, si ndjehesh? Kush ka të drejtë apo nuk do i hym këtë debate? Unë duke qenë që kam qenë 3 vjet pedagoge, kam parë anën e të qenit nxënëse dhe anën të qenit arsimtar. Dhe jam ndjerë e fyer kur arsimtari akuzohet për atë punë, kanë qenë roli shumë i mirë i joni, ka qenë modele shumë të mira, dhe të akuzohen për një gjë të tillë, diçka që unë nuk e kam parë me sy, as nuk e kam dëgjuar me vesh, kam parë vetëm një model mjaft të mirë, këtu ndihem me fyer. Dakor, mirë, zoti Limaj, pasi do kthehemi prapë. Pranver Asert, duash fjalën, ma kërkon. Në lidhje me sigurinë kombëtare. Unë jam person i kësaj fushë. Dhe gjatë kohës kanë qenë ata shoqë ushtarak turqi mbuloi mbrojtjen e sigurisë. Në vitin 94 kur shpërtheu një debat në Tekoa jon, dhe me drejt zoti Berisha kërkoi një dokument zyrtar nga Turqia për garanci. Menjëherë bëri Demireli, presidenti, dhe kam përkthyer unë, kam dorëzuar zoti Berisha ky dokument sot në arshivin e asaj. Tani, nuk ngeli Shqipëria të jetë më larg pamse me fuqi se Amerika, Kanadaja, Australia, e shumë vende të botës që kanë këto shkolla. Në Amerikë janë 40 shkolla të tilla. Dhe në Amerikë s'ka lindur problem për sigurinë kombëtare të Amerikës nga këto shkolla që kanë thonë që janë drejtuar nga Gyleni. Ose në Kanada, ose në shumë dhe tjera. Ne na duhet në Shqipëri. Dhe Shqipëria ka një organizim të sigurisë kombëtare. Ka shikun dhe po tentohet të njësohet shkolla me sigurinë kombëtare, nuk ka njëri. Ka jo dha po tentoni ta njësohet shkollat janë të mira. Po tentoni ta çoni gjithë fenomenin Gülen. Zonja drejtuese. Besoj se nuk padam ndaj përplasje për shkollat që na marrin gjithë emisionin. Nxënësit më të mirë nga dheu ynë i dashur, që kanë përfaqësuar Shqipërinë në gjithë olimpiadat botërore janë pikërisht nga Duru Dozali. Shikoni gjithë disët kanë marrë. Shumë mirë që janë dhe inshallah të jenë dhe më shumë. Ana veçante këtë shkolla këtë shkolla ka 2 probleme. Vetëm me radhë se nuk dëgjohen. Ka 2 probleme. Mund të lejojmë të keq interpretoj. Ka arsim, po ka edukim i shumë të fuqishëm, ka 2 shtylla kryesore. Arsim, edukim arsim. Prandaj fëmijët shqiptar që arsimohen në ato shkolla, po ti shikoni kudo, janë tepër edukuar, shumë disiplinuar dhe shumë rezultativ. Këta fëmijë që arsimohen në këto shkolla, si shta kjo vajza që kam unë Kipro, kam qenë, kam takuar vajzë për studente unë. Atje, kjo është vajza një miku tonë që ka qenë kryeministri i babaj Zotni. Këto shkolla
Pregatisi kuadrë më taftë edhe në Turqi. Në Turqi nuk është mbyllur asnjë shkollë këtyre ka gabim kyja, në Turqi janë mbyllur kurset pregatitore. Jo shkolla. Kursa pregatitore 6 muaj bëjmë anglisht ose 6 muaj bëjmë matematik. Jo shkolla. Nuk është mbyllur asnjë shkollë dhe asnjë gjimnaz, dhe asnjë universitet. Pra zoti Erdogan i hedh problemin politikisht, pa e brenda Turqisë nuk ka mbyll asnjë shkollë të këtyre institucioneve. Dakor. Prandaj popullimi i dashur, të na dëgjojnë dhe me ton të qetë, na dëgjojnë, na ndjekin më mirë madje. Po, zoti Gjinishi. Tash është sinqerisht është e pakuptim të emocioni i kësaj bisede që nuk ka pse të ketë. Ne nuk thamë asgjë për shkollat. Përkundrazi, gjithë jemi të një mendimi që shkollat janë shumë të mira. Atëherë për çfarë bëhet një përballje midis përplasjes Erdogan-Gülen me shkollat? S'ka lidhje fare. Güleni është fenomen. Çfarë kërkoi Erdogani atë? Për çfarë na paralajmëroi ose çfarë kërkoi nga Shqipëria? Erdogani është presidenti i një vendi siç kanë ardhur herë të tjera. Ne kemi qëndrimin, Ja ta mbaroj Gjinishi dhe ta them. Do ta lutem. Jo ta di ky çfarë eksakt. Ai kërkoi mbylljen e shkollave dhe sjelljen e shkollave shtetërore në Shqipëri. Ose ndërrimin e personelit drejtues sjellën nga Turqia. Ta mbarojmë pak, lutem. Kto e hollën poshtë. Do diskutojmë se çfarë kërkoi. Ta mbarojmë, lutem. Unë nuk kam marrë pjesë të bisedime, po unë jam i prirur të bisedoj atë që deklaroi presidenti para 2 ditësh tek ju. E kemi dhe insertin mund ta ndjekim. Kështu që nuk merrem me këto histori. Sigurisht që ato shkolla janë të mira dhe nuk e diskutojmë fare, por nuk mund të pranoj që qytetarët e vendit tim të bëhen ushtar të 6 milionçit të Gülenit sepse ky nuk ka lidhje me interesat e këtij vendi. Çfarë nuk kupton të bëhen ushtar? Çfarë do të thotë? Po flasim për 6 milion djegës të këtij njeriu. Ku i ka rekrutuar këto njerëz? Për çfarë i rekruton? Ku është? Çfarë qëllimesh ka? I referohem burimeve serioze. Ish ambasador amerikan. Flet për struktura paralele në shtetin turk. Flet për struktura paralele. Po çfarë qëllimesh ka derisa sa kriju parti? Qëllimi i këtij njeriu është i qartë. Çfarë? Cili? Nëpërmjet rekrutimit, financimit, ky krijon shtet paralel. Kap shtetin për interesat të tij. Cënon sigurinë kombëtare, të cilit do vend qoftë. Në qoftë se ne kemi një shqetësim sot, nuk kemi shqetësimin a të bëmi palë me Erdoganin apo të bëmi palë me Gülenin, se nuk është ky debati jon. Po përderisa fenomeni është Shqipëri, ne duhet ta trajtojmë. Kemi një deputet që thotë kemi 10%. Nuk më marr burime tjera. 10% polici shtetit. Të lutem. Pyesni deputet. Unë jam i prirur që ti marr seriozisht këtë histori. Unë jam, të lutem, ka mundësi ta mbaroj pak. Ky deputet është çfarë tha? Po ta ka mundësi ta mbaroj pak. Jo thuaj pse thon për gjysmë ti. Çfarë tha Ben Blushi tani sa herë fundit? Çfarë tha? A kam, po pse e ka qenë? Pse më për gjysmë, pse më për gjysmë gjërat? Po pse e ka qenë? Thuaj gjithë pse e për gjysmë. E ka thënë atë, po çfarë tha tani zoti? Flasim me radhë. Flasim me radhë. Jo, duhet të jesh i pashëm. Do të jesh i pashëm. Tash se si jam unë, ajo është liria ime. Dakor? Se si jam unë është liria ime. Ju mund ta mbroni Gülenin dhe keni gjithë drejtën ta bëni. Unë bëra dhe tim. Po Deus mbrohet kështu po hajde. A do ka me vepra tani ta kam unë si 1 minutë. Mbaroj se duat t'ja. Domthon ajo që më shqetëson mua është kjo. Strukturat paralele janë të padiskutueshme sepse kanë filluar para Erdoganit. Është akuzuar për puç shteti një individ, një imam i cili ka qenë nxënësi dhe ka predikuar absolutisht anti-qemalizmin. Kjo është e padiskutueshme, se kjo ka qenë. Ka pas parti politike. Megjithatë, ne nuk merremi me atë pjesë, kupton? Ne merremi me pjesën tonë. A ka struktura paralele në Shqipëri apo jo? Është shqetësuese ajo thënia e deputetit. Ju tash mund ta diskutojmë, është apo s'është kështu. Po kemi dhe median, që është hap një debat para 3 vjetësh për financimin e këtij njeriu. Çfarë problemi ka? Në qoftë se vini re, nuk është tërë arsimimi i Gülenit laik. Gaboni. Güleni ka dhe medrese. Apo jo? Në ish republikat ose po themi në vendet muslimane që kanë qenë nën hartën e perandorisë osmane, fillon nga Shqipëria ndej. Në Europë nuk ka si medrese. Çfarë vjet rrej në këto medrese? Turqizimi i islamit. Turqizimi i islamit është dimension otoman, i cili lidhet me parametrin kom-fe që Turqia ka vujt që në momentin që u themelu shteti i ri, ashtu si e ka vujt gjithë Ballkani. Këtë problem kanë pas dhe grekët, kanë pas. Atëherë, të kthehemi pak në Shqipëri në vendin tonë, dihet që institucioni muslimanëve në Shqipëri është marrë nga njerëzit e Erdoganit, nga njerëzit e Gülenit, apo jo? Atëherë, cilët janë treguesit? Jo, kjo është e padiskutueshme, ka dalë media, nuk diskutohet. Kryetari i Komitetit Myslimokar nga epoka është vënë, jo nuk është fare diskutim, po s'ka problem, diskutojmë me këtë doj këtu.
Kryetari i Komitetit Musliman ka ardhur nga epoka, ka mbaruar psikologjin, nuk ka si thënë botës si kryetari. kryetari. Të gjithë ata që kanë mbaruar te epoka janë Hyrë dhe tjerë të votuan, së doni ty. Por çfarë problemi ka ky zotëria mos zotëri? Ti u votove, ty nuk u votuan. Kjo është demokracia. Ti të shetë bësh kryetari musliman të bën. Nuk e kemi e bur me tinja, unë s'jam votuar si. Po nuk kam qenë as bëre se bëre dosë votuan. Ora unë s'kam qenë as. Ne kemi fututi. Nuk ka kandiduar ndonjëherë. Unë s'kam kandiduar. Ne kemi usën gjithë. Po nuk kam kandiduar ndonjëherë. Dhe bësh kryetari i Komitetit Musliman s'e bën. Po çfarë flet është shkruar? Çfarë flet ky më? Po pra, po. Po qetësova buri. Jo, jam rregull shumë më. Po si e rregull buri dhe unë s'kam qenë ai kandidat. Vazhdojmë. Nuk kam qenë ai kandidat. Jo, gjini që më serve vetëm këtë. Kushdo që ka punuar apo është shkolluar në epoka, po marrim për shembull. Është gylenist. Jo, nuk është problemi aty. Problemi është që u mor nga epoka dhe u vendos Komiteti Musliman. Nuk ka asgjë të keq, edhe kjo. Edhe i minuta buri dhe se po diskutoj tash mos u bë. Do ka rregulla zgjedhje. Kush e vendos? Po rregullat nuk i vendos ti, mos i vendos drejtuesi i emisionit. Tash të lutem buri dhe na krijo mundësi. Jo, thaj, si u zgjodh thaj. Ka rregull si u zgjodh thaj. Sa ka mundsi 1 minutë buri. Po unë e kuptoj mirë në historinë buri, po na le të flasim. Nuk është problemi nga erdhi. Problemi është çfarë përfaqëson. Ai mund të jetë njëri shumë i mirë, po është psikolog. A ka njëri në botë që të ketë një institucion fetar jo konform arsimit që është i padiskutueshëm që duhet të jetë? Atëherë për çfarë i sjell lëvizja gyleniste këto njerëz? Për çfarë i duan? Një institucion fetar natyrisht që ka nevojë për një teolog, mirëfill. Ashtu sigur se çështjet e sigurisë ka nevojë për një ekspert sigurisë. Kjo nuk diskutohet. Për çfarë i duan këto njerëz? Atëherë kush janë treguesit? Unë kam ngritë edhe më përpara, kam bërë shkrime. Medreset e Shqipërisë, ne flasim për harmoni, për bashkëtesë, po ky është dimensioni i identitetit tonë kombëtar. Nuk është historia që thjesht. Ky kombë është ngjis që në fillimin e tij me kontributin e klerikëve me performancën e bashkëtesës. Po ngre një problem që shteti shqiptar e mohoi. 1 minutë, nuk e mohoi. Edhe ministra e arsimit doli dhe tha që institucionet nuk kanë asnjë problem të zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar dhe janë laike. Foli për ato ministra, më foli për nuk janë përfshira edhe medreset nga ligji shqiptar kalojnë. Foli për kolegjet, por nuk ka lidhje me atë pjesë, domethënë. Shiko është puna. Ato janë aktivitete ligjore. Absolutisht ligjore. Nuk ka asgjë të keqe. Po turqizohen. Por ne ja ta tregojmë se po turqizohen, sepse i gjithë mësimi i fetar bëhet turqisht. Pse duhet bëhet turqisht? Të bëj një pyetje tjetër. Pse u larguan gjithë teologët shqiptar nga mësimdhënia? Pse? Cila është arsyeja? Pse hiqet emri i medreses Hafiz Ali Korça? Hafiz Ali Korça është rilindës, është pjesë e identitetit tonë. Mahmud Dashi është personalitet. Pse hiqen këto emra? Ky është dimensioni automat. Nuk diskutohet. Turqizimi i fesë është problem shumë i madh. Këtë problem e kanë pas në Bosnjë. Ja ta heqim ta përjashtojmë Shqipërinë. Ky problem është në Bosnjë. Ky problem ka qenë në Azerbajxhan, me një konflikt politik në Azerbajxhan. Kjo duhet na shqetësojë. Nuk ka asgjë tjetër, sepse ne jemi një shtet shumë i vogël. Nuk mund të marrim përsipër të bëjmë gjyqin as Erdoganit as Gülenit. Ne duhet merrem me shtëpinë tonë. Bashkëtesa fetare e Shqipërisë është atribut i shqiptarëve. Dhe secili ka pjesën e tij. Në qoftë se një pjesë e kësaj, një religjon, një dimension i vogël, lëviz, ai kryen një veprim domino tek gjithë. Sigurisht. Shqiptarët, po të marr një shembull tjetër. Cili është reagimi? Ne kemi një shfaqje të terrorizmit në Shqipëri. Cili është reagimi i Komitetit Musliman? Si e lexoni ju? Reagim kundër çdo forme. Po. Deri para se të arrestoheshin zyrtarisht deklaronin që nuk ka aktivitet jashtë komunitetit. Nuk ka si xhami, ndërkohë që e ditë gjithë Shqipëria që ishte. Sot e kësaj dite, le t'i harrojmë gjithë tjerat. Ka një vit që kemi njerëz brenda. Si ka mundësi që mos merret një demarsh bashkëpunim me shtetin, që ato xhamit të kthehen në jurisdiksionin e institucionit, të futen vit drejt, që të shpëtojmë djemtan që mos shkojnë mbyten të vriten kot skoti atje. Pse lihen? Pse lihen këto njerëz? Për të promovuar figurën e dialogut të Gülenit, po Gyleni mund të kishte mundësi tjera për të promovuar frymën e vet dialogut dhe të bashkëtesës fetare. Turqia është i vetmi vend. Ja tani 1 minutë. Po bën ca lidhje të rrezikshme. Edhe kaq dhe do ta mbyll. Para po thuaj që Gyleni fshihet mbas tyre terroristë. Do ta mbyll tani. Jo, nuk e thash atë. Po lidhja asocioni logjik aty çfarë? Nuk e thash, shiko. Un kam fol një vit përpara se ato djem të arrestohen në këto studio dhe i kanë bërë thirrje të hapur shtetit dhe komunitetit tonë. Të ndërhyj para se të arrestoheshin, para se të vriteshin djem. Ky nuk ka të bëjë fare domethënë me Gylenin. Por ama institucioni duhet marrë përsipër. Kush duhet merret me ato njerëz? Si mund të lihen ato? Jashtë kontrollit. Për çfarë duhet lihen? Ç'kuptim ka? Mirë. Pse duhet mbulohet? Edvin.
Jo, te pak fjalën pak më vonë se nuk ka fol fare. Jo, tek shkolla, se ato edhe një mjaft mirë, pa Po nuk ka lidhje shkolla me historinë e shkollës. Nuk i komenton njëri shkolla, po nuk i komenton njëri shkolla. Edhe me dreset hapen me vendim të Këshillit të Bilisë së Republikës së Shqipërisë. Po se thamë njëri gjë atë. Dhe janë në kontrollin e shtetit. Jo, nuk janë kontrollin e shtetit. Ai që ka shkruar aty në atë shkrim ka thënë juve, i kritikon me dreset tona pse japin pak fe. Është e kundërt ato apo jo? Dhe fen për ta zgjeruar në Shqipëri e don politika Erdoani, sepse kryeministri Davutoglu në librin e tij që ka bërë kërkon të rigjarëllorojë gjithë ish-paradyrin Osmani në fesë. Në përmbet Ballkan, thellësia e Ballkanit, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë. Dhe do të fusin fen në këtë mënyrë. Jetë cila Gyleni s'është dakord. Pra Gyleni është më i avancuar se këta. Ata kërkojnë të arrisin shumë më tepër ato. Tjetra, ndërsa Gyleni nuk ka asnjë lidhje fare me xhamin. Ndërsa Gyleni s'ka lidhje fare me xhamin. Në Shqipëri quhet thellësia strategjike. Thellësia strategjike ka një vizion gjigant, total, të grand strategjisë së madhe të shtetit turk. Dhe nuk ka të bëj fare me këtë pjesë që po thot zotëria. Ka të bëj me politikën e jashtme turke dhe mënyrë si ajo do t'i promovoj këto interesa në për rajone të ndryshme, dhe nuk është vetëm për Ballkani. Ballkani është vetëm një e 16 e atij libri. Tani themi të vërtetën, paktën kur i lexojmë gjërat ti citojmë siç duhet. Një 16 dhe nuk është fokusi kryesor i Turqisë. Turqia do që të riaktivizojë gjithë ish-perandorinë osmane, por në një tjetër prizëm, nëpërmjet në një farë mënyrë një lloj partneritetit të ri ose në një lloj përhapje të re duke përdorur dy element kryesor diplomacisë së saj, ose tre element, falni. Diplomacinë ekonomike, kryesisht nëpërmjet marrëdhënieve tregtare, diplomacinë kulturore dhe unë do thosha deri diku edhe diplomacinë fetare, duke përdorur dhe them. Po kjo është vetëm një ndër dimensionet. Është e para e fundit. Diplomacinë fetare. Mirë, e lëm pak ta fjalën e disa them pas publicitetit, mos largoni se debati po bëhet shumë interesant e shoh dhe nga ndjekësit dhe komentet që po vijnë. Jemi rikthyer dhe jemi drejt për drejti për debatuar për një çështje që mesa duket i ka prekur dhe shqiptarët. Kishe diçka pas të jap Edvinit? Për të sqaruar pak edhe atë një lloj tymnaje që po ngrihet këtu në debatin ton, kam përshtypjen se jemi duke diskutuar për një Turqi ideale ose për një Turqi e cila është demokratike dhe që i ka zgjidhur problemet e saj me demokracinë. Unë kam përshtypjen se edhe Erdogani për ta sqaruar pozicionin, sepse duket sikur ndahet në dy pjesë debati, unë mendoj se edhe Erdogani i ka pjesën e vet të fajt, përgjegjësisë. Do thosha unë, po jo të fajt ama, po në kuptimin që ka një lloj përgjegjësie në mos funksionimin e disa elementeve të demokracisë në Turqi, duke filluar që nga liria e shtypit, duke vazhduar me lirinë e shtypit, liritë politike të disa prej kundërshtarëve kryesor, dhe pjesë të tjera që kanë cënuar në një farë mënyrë demokracinë në Turqi. Nga ana tjetër, Turqia nuk është një vend i unifikuar, edhe nuk duhet ta sqarojmë këtë pjesë për publikun e gjerë tashmë që po na dëgjon. Turqia është një vend i cili është një konglomerat interesash, ka shumë grupe etnike, grupe interesi, ka shumë rajone, është një Turqi me shumë shpejtësi, ne kemi diskutuar edhe në panelet e tjera ku kemi qenë. Është një vend i cili cek pothuajse gjithë krizat e botës, gjithë problemet ekonomike, gjeopolitike, luftrat, konfliktet, është një vend me 85 milion banor, në mos gaboj, diku aty. Pra është një vend i cili kufizohet me disa prej pikave më të nxehta të botës. Nga Rusia, në një raport shumë delikat midis laicizmit dhe sekularizmit. Dhe nga ana tjetër është një vend i cili po tenton të influencojë një rajon caktuar që është Ballkani. Dhe nuk duhet marr për të mirëqenë fakti që Turqia është demokraci e mirëfillt perëndimore sipas modelit që ne kemi vizion. Jo që ne implementojmë Shqipëri, por që ne kemi vizion. Ka dyshime për këtë. Nuk besoj se ka nga ata që mendojnë që është demokracia e pastër. Një të pra në këtë debat. E kuptoj. Edvin. Atëherë, deri në çastin që zoti Erdogan erdhi dhe pohoi publikisht se kemi të bëjmë me një strukturë paralele, cilën i kam kërkuar autoriteteve shqiptare që ta largojnë nga Shqipëria, apo të bëjnë atë që është e arsyeshme që të bëjnë, për ne zgjidhja ka qenë e lehtë. Problemi mes Erdoganit dhe Gülenit ka qenë një çështje e brendshme e Turqisë dhe ecja sidomos deri përpara përplasjes mes Erdoganit dhe Gülenit. Ecja paralel, për të mos thënë së bashku, të dy faktorëve, le të themi, nuk ka përbër asnjë problem për ne, fundit dihet se çfarë rëndësie ka Turqia për ne si vend dhe si marrëdhënie.
Tani në këtë pikë që jemi, ka një problem. Tani në këtë pikë që jemi, ka një problem. Dhe ne do të na duhet bëjmë një zgjedhje. Për veten time... Kur themi ne, flasim... Shqipërisë. Shqipërisë si shtet. Shqipërisë si shtet, pikërisht. Praktikisht është kërkuar ndërhyrja e institucioneve shtetërore. Edhe kur flasim për idenë që nuk është fjala për shkollat e tjera, po kjo ndikon dhe tek shkollat. Pra në rast se themi që do të largohet lëvizja, do të thotë që administrimi i shkollave do të merret përsipër nga dikush tjetër, edhe një numër pasojash që kanë bëjnë me investimet ekonomike. Edhe rritja e vëzhgimit të kësaj lëvizje në Shqipëri. Shqipëria ka shumë institucione edhe të sigurisë që mund ta bëjë këtë, që mund ta bëjë këtë. Ajo duhet të jetë bërë në vazhdimsi, besoj. Po, Pranvera, kështë diçka për ndërhyrje më thuaj? Shumë shtëpit që janë me qëra nëpër Shqipëri. Që është një problem shumë madh. Pranvera, më thuaj. U artikulua shpesh kjo rekrutimi, zgjerimi i kësaj lëvizje midis shqiptarëve. Unë, duke qenë nxënëse njëri për këtyre shkollave, mund të them që nuk ka pasur asnjë shenjë rekrutimi midis nesh, sepse të paktën nëse ndodhte diçka tillë ne do ta merrnim vesh. Ne jetonim 24 orë me njëra tjetrën në këtë konvikt dhe do të merresh e vesh. Unë si nën kam një metodë. Nuk i them fëmijës këtë bëje dhe këtë mos e bë, por krijoj modelin. Dhe askush nuk na ofrua për të predikuar diçka. Besoni në këtë, apo na informuar për diçka. Ne nuk ishim njohuri fare mbi këtë. Ne na u tregua modeli i një personi i cili shërben me devotshmëri ndaj arsimit, duke i ruajtur besimin e vet personal, dhe duke na treguar respektin. Dhe unë këtë e kam vënë re shumë në mënyrë të çuditshme kur kam shkuar në universitet në Qipër. Ishin studentë që vinin nga gjithë vendet e botës dhe qëlloj që unë u takova me nxënës student të cilët kishin mbaruar nga të njëjtat kolegje, por në vende të ndryshme të botës. Dhe ishte e çuditshme si ne kishim të njëjtën prerje. Këtu do të dalë tek ajo që njerëzit mendojnë se ne ishim rekrutuar pse kishim një njëjtën prerje. Di cila ishte e njëjta prerje për ne? Ne kishim një qëndrim korrekt përballë profesorëve, përballë gjithë stafit studentor. Ne ishim liderat. Ishim studentët më të mirë, ata që lam emër dhe që sot ende komunikoj me profesorët tanë dhe janë të vetmet emra që nuk harrohen. Sepse kishim një qëndrim, mua vetë personalisht më thamë, Pranvera, ne investojmë në njerëz, nuk investojmë në nota. Po, që këta njerëz si përdori më vonë për interesat tyre. Kjo ishte në Qipër, s'kishte lidhje fare me Gylenin. Dhe këtë, dhe kjo... Universitetin ndërkombëtar i Qipër nuk s'ka ndonjë lidhje. Është në Qipërën turke që vendosur. Mund të jetë në Qipërën turke, po është ndërkombëtar dhe privat s'ka lidhje as me shtetin. Jam shumë e sigurt që nuk ka lidhje. Dhe ata, po këta ishin profesor, le të themi, njëri nga profesorët e mi ka qenë drejtori i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Glenn Jenkins. Ai thoshte unë kam gjetur talentet këtu. Ai nuk ishte lidhje fare me këto. Ishte një nga analistët më të mirë të New York Timesit, ishte po ashtu profesor aty. Dhe këta pikërisht i respektonin student që nuk e dinin që vinin nga këto kolegje, po ne i dinim. Dhe ne keshim të gjithë një të prerje. Ata që qëndrojnë jashtë kësaj kornize, këtë prerje të njëjtë e kujtojnë si një lloj rekrutimi. Ndërkohë që është një formim. Domethënë nuk ka nevojë t'ua kërkojnë që ju ti mbështesni sepse ju e bëni vetë. Jo, absolutisht. E di cila është prerja, është sjellja, është respekti, është formimi tërësisht i njeriut, një vlerë njerëzore e kompletuar, e cila të tjerët që janë jashtë kësaj e shohin si një rekrutim, si një lëvizje. Jo, ne jemi ndërtuar në bazë të moralit njerëzor, është investuar tek njeriu. Ky ka qenë vetmja dhe nuk na është thënë asnjë gjë me fjalë. Ne jemi formuar me shumë respekt, me shumë dije. Okej, mirë, Pranvera, faleminderit, ndërhyjmë pak më vonë. Edvin se ta ndërprem prap ndjes. Për të vazhduar. Po duhet bësh dhe ti më aktiv, s'po them agresiv, po paktën më aktiv që ta mbarosh idenë. Për të vazhduar idenë, ndoshta edhe në mbështetje të zonjës që realisht kur flasim për një rekrutim Gyleni apo lëvizja Gylen, le të themi, këtu ka qenë. Dhe ideja e ti themi infiltrim, ti themi kapje shteti, në thelb çfarë përbën? Njerëz cilët arsimohen
dhe në bazë të gjitha rregullave aplikojnë dhe bëhen pjesë e strukturave administruese, politikbërëse apo diun çfarë të një shteti deri këtu, nuk është se kanë bërë diçka të veçantë. Por në këtë çast na është thënë diçka që prisni se kemi të bëjmë me një strukturë paralele dhe për më tepër është quajtur një organizatë terroriste. Këtë klasifikim që mua më ka habitur me thënë drejtën sepse nuk e kisha dëgjuar më përpara. Se ke dëgjuar më përpara nga Erdogan? Në raport me lëvizjen Gülen nuk e kisha dëgjuar. Kam unë një material që e ka quajtur. Unë e dija që në Turqi organizatë terroriste është Partia e Punës së Kurdistanit, PKK-ja, dhe një numër reakcione terroriste. Po, që pikërisht që vret njerëz, është pak a shumë ajo që sa Blushi, terroristët ne i dim nga ata që vrasin njerëz. Dhe cilësimi i lëvizjes Gülen si një lëvizje terroriste është diçka që më ka habitur. Dhe në këto kushte normalisht. Mund të përshkallëzuar ndoshta sulmi i Erdoganit ndaj Gülenit. Pikërisht mundet dhe për këtë natyrisht që është i nevojshëm një informacion që besoj se duhet të jetë shkëmbyer mes zotit Erdogan dhe autoriteteve shqiptare. Në mënyrë jo formale, sipas presidentit të Republikës, paktën me aq komprimim sa kemi. E veçanta është pikërisht këtu që thuhet hapur, deklarohet diçka që normalisht mund të ishte thënë në vesh dhe ne nuk kishte pse ta dëgjonim në rast se jo, për qëllimi ka thënë thuhet publikisht, ka qenë besoj, nuk ka qenë që thuhet në vesh. Kjo e thëna publikisht është pak e çuditshme. Që është diplomaci shumë me konsoliduar, kështu që nëse ka dashur ta thotë dhe ta thotë në një mënyrë caktuar e ka bërë dhe ka menduar gjatë. Është e habitshme gjithsesi, po për te kësaj. Por është diçka e tepërt, do të thuash, për ta vazhduar organizatë terroriste se duhet plotson disa kushte dhe këtu bie dakord. A është te kalim që ta thoshte në Shqipëri këtë gjatë vizitës? Mundet mos jetë vetëm mesazhi për Shqipërinë. Tani nuk është vetëm për Shqipërinë. Pak rëndësi ka, po ideja ime është kjo që në këtë moment tani pikërisht këtë që po them, ne jemi detyruar që të bëjmë një zgjedhje. Shqipëria është e detyruar që të bëjë një zgjedhje. Natyrisht që ne do të zgjedhim Turqinë. Problemi është se cili është faktori më i fuqishëm në Turqi. Aktualisht Erdogani është faktori i pushtetshëm, përfaqëson shtetin dhe në pamje të parë duket se ai është faktori më i fuqishëm. Kështu që ne duhet të mbështesim atë që thotë Erdogan? Teorikisht. Por, duhet kemi parasysh në një gjë tjetër. Unë e kam thënë dhe në një rast tjetër në këtë studio që Erdogani është tani, por nuk ka garanci për vazhdimsinë e tij sepse varet nga vota. Ndërkohë që lëvizja Gülen ka një natyrë tjetër dhe sado që në momentet caktuara të dobësohet, Güleni do jetë vazhdimisht aty. Sigurisht. Përveç kësaj, nëse referohemi le të themi forcës ti ekonomike, investimeve e tjere që në momentet caktuara mund bien, në momentet caktuara mund bien pak rëndësi ka. Në fund fare, ato janë më të sigurta në rast se i krahasojmë me investime publike, me natyrë etatiste e tjere. Pak a shumë në rast se e konceptojmë ofertën e Erdoganit që ju mbyllini këto shkollat dhe ne do sjellim financime tona njerëzit ta? Financime publike. Kjo nuk kushtozuan në asnjë moment asnjë gjë. Nuk u kushtozuan. Atëherë si është zgjidhja? Të shiko, problemi është që ditën e parë u manipulu kjo histori. Nuk u kushtozuar burrë. Ta dëgjojmë deklaratën e Erdoganit në Tiranë? Nuk u kushtozuar. Ja, më ndihmo, profesor. Ta ndjekim pak, lutem regjia, më ndihmo. Çfarë tha Erdogan dhe çfarë tha presidenti Nishani në studio? Biliyorsunuz ülkemizde bir paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Ju jeni në dieni që ne në Turqi po luftojmë kundër një strukture paralele që është krijuar. Ne konsiderojmë zyrtarisht organizatë terroriste që kërcënon shtetin ton dhe popullin ton. Luftën kundër kësaj organizate në vendin ton dhe kudo do ta vazhdojmë pa ndërprerje. Unë e di që kjo strukturë ka veprimtarinë e vet edhe në Shqipëri, në këtë vend mik dhe vëlla. Me vëllezërit e mi të vyer, zotin Nishani dhe zotin Rama, e trajtova këtë çështje dhe kam bindjen se ata do të bëjnë atë që duhet. Në Shqipëri nuk ka një organizatë tillë terroriste. Ne nuk kemi as të identifikuar dhe as të listuar një organizatë të tillë të pretenduar terroriste. Kjo çështje nuk është trajtuar në asnjë rast në takimin zyrtar midis dy delegacioneve. Për hir të transparencës, më duhet të them që në mënyrë informale është përmendur kjo çështje dhe kemi shkëmbyer pikpamjet tona. Nuk ka paraqitur eksperienca e këtyre shkollave rrezik as për Shqipërinë dhe në asnjë rast nuk kemi identifikuar ndonjë rrezik për shtetin turk apo edhe për institucionet kushtetuese të Turqisë. Domethënë nuk ka rrezik Gjinishi. Jo, problemi është ky domethënë që ta jap unë, meqense më tha Gjinishi pak më herë. Problemi është këtu që
ai nuk i kushtzoi asnjëherë ndihmën. Sigurisht në takon ne ta marrim atë vendim dhe vendimi merret, qeveria jo me qeverinë turke nuk bëhet në pyetje, domethënë nuk mund të jetë në pyetje a do majm krahun e Gülenit apo krahun e Erdoganit. Nuk është kështu biseda ato. Nuk është fare kështu. Ato janë aktivitete të ligjshme në Shqipëri. Ju thash që Güleni nuk është histori vetëm shkollash. Problemi që ka Güleni në Turqi nuk ka të bëjë fare me shkollat, u pranuar nga të gjithë, u tha nga të gjithë. Problemi është me gjëra të tjera. Dhe ne këtu duhet të ngelim në vendin tonë. Është e vërtetuar që ka struktura paralele. Është e vërtetuar që ky njeri në Shqipëri apo ka në Turqi? Po edhe në Shqipëri është hapur disa herë kjo histori. A mund ta them sot këtë gjë me një besueshmëri të madhe? Jo, po shteti për këtë ka institucionet e veta. Për çfarë ka institucionet? Domethënë Erdogani po na paralajmëronte ne shikoj se mund të kemi një rrezik potencial. Shikoj, nuk duhet ta komentoj fare problemin e Erdoganit. Ai është presidenti i një shteti. Ngriti një problem. E ngriti edhe për vendin ton që është këtu. A nuk i takon shtetit ton të verifikojë të paktën këto gjëra? Unë nuk them që të shpallet lëvizja güleniste si terroriste, se kjo është çik problematike, domethënë problemi i terrorizmit është një çështje tjetër. Por nëse është vërtetuar që lëvizja Gülen sa herë ka dalë në dritë në konflikte në politikën turke, ka qenë çështja e celulave dhe sisteme paralele me shtetin turk. Problemi nuk është atje. Problemi është ne duhet i bëjmë pyetje dhe duhet verifikojmë veten tonë. A kemi ne struktura paralele në shtetin tonë? Ky është problem. Ajo çfarë ka thënë se mos kaloj pa u vënë re. Ajo çfarë ka thënë Erdogan është që ne do të vazhdojmë luftën kundër kësaj strukture paralele. Jo te ne. Unë e di se kjo strukturë ka aktivitetin e saj dhe në Shqipëri dhe kam bindjen se Rama dhe Nishani do të bëjnë atë që duhet. Pra kjo është një kërkesë konkrete. Dakor. Institucionet shqiptare nuk do ta tolerojnë këtë organizatë dhe aktivitetin e saj u shpreh Erdogan. Shiko, aty domethënë Erdogani është para zgjedhjeve sigurisht do bëjë edhe pjesë në fushatës. Nuk është problemi, ta mbërë pak lutem. Nuk është problemi, ja thash të qenë fillim bisedës tonë, nuk është problemi t'i bëjmë fresk njërit apo tjetrit. Problemi është merremi me veten tonë. Ne këtu e kemi pas këtë problem të hapur 3-4 vjet përpara. Jo nga Erdogani, por nga mediat shqiptare për financime dhe ka pas një debat publik me emra dhe me mbiemra. Tani, kemi problemin fetar të institucioneve. Nuk është gjë e vogël, domethënë. Të devijohet besimi dhe mësohen dhe turqizohet një besim. Ashtu sikur nuk do ishte e rrezikshme sikur një komunitet tjetër sigurisht të humbte identitetin e vet kombëtar. Okej, dakor. Problemi, të lutem, që ta mbaroj. Ka kohë për bashkë që Jo, s'ka se ta japun kohën. Edhe më shumë madje. Mbaroj fjalinë se strukturat paralele janë aktivitet kriminal nga cila do organizat, cili do vend që t'jot. Dhe këtë Shqipëria duhet ta ketë në konsiderat, ta verifikojë dhe ta ndjeki. Po këtë ja kërkon institucionet shqiptare, jo të vit na e thotë Erdogani. Sigurisht. Okej, dakor, do të limoj. Sigurisht. Natyrisht që ky problem u zgjerua shumë në vendin tonë, por gjithçka është lidhur me situatën politike që ka Turqia për të mundësinë e rifitimit përsëri të partisë AKP që është Erdogani. Historia e demokracisë botërore ka treguar që kur një kryeminist ose president rri më shumë se 2 herë 4-8, kthehet një totalitar. Fatkeqësisht, aty thanë edhe këta kolegët e mi para, demokracia në Turqi është dëmtuar shumë rënd. 21 gazetarë sot janë burg, janë pikërisht gazetarë të opozitës. 10.000 policër u transferuan dhe u pastruan gjithë Turqia ata që morën pjesë në këtë kapin operacionit të korrupsionit djalit të kryeministit dhe të ministrave. 2 gjykatësit të cilët liruan nga burgu disa gazetarë para 2 javësh u arrestuan menjëherë, gazetarët, dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese që tani dolin pension tha vazhdimi i kësaj rruge të mëtejshme, demokracinë në Turqi po çon varr. Zyrtarisht, kryetari i gjykatës kushtetuese. Pra Turqia brenda ka probleme dha politike të brendshme të jashtme dhe unë edhe pse jam dashamir shumë dhe njohsim i Turqisë, problemet e brendshme politikës brendshme të politikës së jashtme të Turqisë në disa fusha nuk përputhen politikën tonë. Pra ne Turqinë kemi alat strategjik, veçanë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, por në pikpamjen e integrimit evropian, ne në shumë gjëra nuk përputhemi. Sepse fatikisht politika që përdor zoti Erdogan është shumë agresive kundër Bashkimit Evropian, është shumë agresive kundër Amerikës dhe ka krijuar shumë oscilacione bile edhe në raportet botërore. Plus pasaj problemet që ndodhen në Siri, dhe shumë nga ata shqiptarë që shkuan kosovarë kur që vajten në Siri, u përgatitën 3 muaj në tokën dhe në territorin e Turqisë,
pikërisht nga strukturët shtetërore, dhe pasaj u futën në seri dhe tani akturin e bashkuar me atë Isadin. Ndërsa, qeveria dhe shteti shqiptar dhe pësa pak më vones, dha përgjigjen e merituar deklaratës e bëri Zotit Erdogan. Në Shqipëri nuk ekziston një organizatë të tillë terroriste këto institucione. Këto institucione janë institucione laike, janë hapë vendimet të Këshillit të Ministrave dhe janë kontrollet e Ministrisë të Arsimit. Edhe sasive orë të fesë për saktuar Ministrisë të Arsimit sa bëhet, edhe jo çfarë bëhet, janë të gjithë ligjëruara. Unë shkoj jam këshilltar, vetëm Ministrisë të Arsimit për ata. Mund të fare dhe në radhë pa do ta dhojim. Janë në kontroll të rrept. Ama kontrolli vetëm ka shë atyre. Edhe ka shi shkollë kolegjit grek dhe kush ka, institucionet e shtetit arrisin, ka detyrë e tyre. Po ne kemi një debat konkret. Problemi me Erdoganit është problem politik. Tani çdo bëjmë me këtë kërkesën e Erdoganit, dëgjuam. Problemi këtu gjithë është problem politik. Erdogani ka në rrezik zgjedhjet po vijnë tani. Dhe e di shumë mirë që janë rreth 10 milion mbështetës të atija që do votojnë kundër tij. Dhe tani ai do janë 6 apo 10 të Gylenit. Ku i gjedim ose ky ska asgjë, ku i gjedim? Kam ka shoqëri civile. Ku i gjedim? Çfarë shoqëri civile? Ku i gjedim? Ora nuk e di ku quam këtu një korruptuar të lidhur ku qytetar. Ora janë mbështetës të tilla, mbështetës. Janë mbështetës të tilla. Ai ky figuron valla. Ai tha, t'ia them se ky s'rezon gjithë me sa duket. Si ka bërë këta mbështetësit? Ai tha, si ka bërë mbështetësit do bu. Meqense ke eksperiencë, si ka bërë? Atje janë mori shkollash. Kjo mbështeten me këtë pikpamje. Ti je i ndershëm. Ti je i pavarur, s'ka nevojë të duash atë dheun, të duash të fare. Kur shikon kryeministri Hajdut. Kemi 10 vinin panel. Ço shonë jo. Po jo, kur kryeministri u vërtetua që djalit ishte Hajdut, atë se votojnë më. Ky është diferenca. Ajo vajza shpjegoi mjaft mirë. Ajo vajza të mëte. Pra këta janë njerëz të arsimuar të edukuar. Janë adhetdashës, të disiplinuar. Shumë të aftë, më të përgatitur. Kjo është diferenca me tyre. Pra këta nuk janë njerëz që janë financuar, edukuar nga një terrorist, por janë njerëz që nuk mbështesin një autokrat. Edhe Turgut Ozali SHA është 40 firma 40 Shqipëri që paguan më shumë taksa në Shqipëri. Dhe është firma më korrekte e të shteti, më korrekte pagesa. Një, e dyta, ka 32 fëmijë policës vrarë. 32 fëmijë policëvarë i vesh, i ushqen në arsimor. E shumë të tjera. Bile, ato që si bëjnë institucionet shtetërore, ato si bëjnë institucionet shtetërore, a bëjnë ato terroriste tani. Ata po ndihmojnë fëmijët e varfër. Ata po fëmijët ata i arsimor shumilet e terrorizëm. Ne duhet i mbështesim ata faktikisht kur dëgjojnë neve ata thonë çfarë në Shqipëri thonë. Çka kanë me neve thonë ata, kanë drejtë, edhe u të jepte. Pa ne mund të them që bravo qoftë vazhdon politikini dhe shteti do të hapur. Shtetit të të hapur për çdo gjë, edhe për mua. Shtetit ata të miqoka, të themi, ne ata vëmë në shqyrë nga terroristat, ala më një skoci. Prandaj problemi është politik, është problemi brendshëm i Turqisë, le ta zgjidhë Zoti Erdogan në Turqi. Tjetra. Ne s'kemi problem fare. Në shtetin shqiptar s'ka shumë. Dhe ki parasysh ti, ministri i Arsimit se dha ditë para përgjigjen. Të dytën edhe. As presidenti sa ditë përgjigjen. As Petra Kuvendi, jo zonjë. Ne kemi marrëveshje, shkëmbimi, informacioni me gjithë dhe NATO-s. Dhe të gjitha është për jetë gjitha atyre. Kjo është organizatë terroriste dhe se jep asin organizatë terroriste. Shqipëria për reqet. As ka farë me veprim të tilla. Këto kanë kaluar çdo masë diplomatie. Unë kam qenë diplomat, shkoj te Demireli, shkoj më vazhdueshme. Dhe Demireli më kategorisë me veprim të Demireli ka herë në Shqipëri. Deklaratë të zbëndë. Megjithëse kemi drejtuesin e një shteti të madh dhe mik, kaloi masën në Shqipëri. Shkelje rregulla diplomatike, ka fut vendin gjithë debat kockoti. Mirë, merremi pak me reagimin e Edvin. Me reagimin e shtetit shqiptar të institucioneve, të ministres, të presidentit, ishte në proporcion me atë që me atë vendim që duhet merrte Shqipëria, ishte korrekt si lexove? Reagimi patjetër që është korrekt. Çështja është vetëm sa i besueshëm është, sepse më bëri përshtypje për shembull statusi i zotit Berisha në Facebook që thoshte që Ramës ju kërkua që të bënte atë që ka premtuar. Por, ky nuk është njeri që e mban fjalën. Domethënë me vërtet shteti shqiptar i premton disa gjëra, por në fund fare ata që përfaqësojnë shtetin mund marrin domethënë histori Facebook tash kundërshtar politikë dhe i bëjnë pjesë bisedave. Nuk është histori Facebook. Ne nuk mund të merrem me pjesë për te Facebookut, po them që se sot Rama, apo se sot Ministri i Arsimit, që ne kemi problem me këta... Po thonë 10 herë ditët njëri tjetër kemi në lëburë të si. Po pikërisht pra. Se shta esencia e saj. Pra, thelbi është që se sot Ministri i Arsimit, apo Kryeministri, apo njerëz pranë qeverisë që
ne jemi në rregull, me këta nuk kemi punë, nuk u bëjmë asgjë, kjo nuk do të thotë se me të vërtetë është kështu. Mundet që qeveria të ndërhyjnë në mënyra të tjera dhe se si veprojnë autoritetet shqiptare është realisht diçka që u takon atyre, unë me të vërtetë që nuk e di, në momentin që ju është thënë që kemi të bëjmë me një organizatë terroriste dhe informacionet janë të themi të rezervuar për ata do t'i vënë vetë në peshore këto informacione dhe në fund fare do të marrë një vendim. Reagimi zyrtar është ai që është korrekt, s'kan çfarë të thonë tjetër, por nëse ai reagim është i vërtet, të nuk jam në gjendje ta them. Pra ti vën dyshim nëse është ai i vërtet i shtetit shqiptar. Unë më shumë i besoj Berishës, e kam zakon në fakt. Që i beson më shumë. Gylenistët përgjithësi e kanë më qef Berishës. Jo, përkundrazi. Gylenistët e kanë qef, ë? Interesante. Jo, përkundrazi. Dëgjoj. Vizita e zotit pra, Rama. Beson që Rama i ka premtuar diçka paraprakisht dhe kjo çfarë deklaron tani publikisht nuk është e vërteta. Këtë po thua, nuk është as pak e garantuar. Domethënë se tha Rama apo njerëzit pranë Ramës që nuk kemi asnjë problem me lëvizjen Gylen, kjo nuk do të thotë se qeveria s'ka vërtet asnjë problem me ta, do ta shikojmë në vazhdimsi. Pret që ti ke informacion apo e ke intuit apo si e ke? Jo, nuk kam asnjë informacion. Thjesht nisur edhe nga statusi i Berishës. Rama nuk është... Po shumë statuset të zotit Berisha ka ndarë si çiksi delirante në këtë moment, ë? Është mendimi juaj, ndoshta. Jo, janë provuar me fakte. Nuk di ta them. Ju them edhe një fakt tjetër që e vërtetova këtë ditë, pjesa më e madhe e fëmijëve të politikanëve janë të gjitha në shkollat në kolegjet turqe. Nuk po them të gjithë, po them pjesa më e madhe. Po. Në qoftë se do të shikosh, më falni. Po, të lutem vazhdo. Ideja është edhe fakti që politikanët kanë fëmijët e tyre në këto shkolla, kanë fëmijët e tyre nëpër shkolla etj. Sillen në një mënyrë të tillë që po themi u hedhin dorën në qafë këtyre zotërive, nuk do të thotë asgjë. Domethënë, nuk është diçka që garanton pa që janë shkolla të mira, po ata jo besojnë edukimin e fëmijëve. Politikanët tanë të paktën në letra nuk shfaqen dhe aq të pasur sa për të paguar shkollat e fëmijëve atje, sepse këto janë shkolla që kërkojnë dhe shumë para. Kjo është shumë interesante. E dyta i paskën të gjithë. Ta mbaroj se Enri ka folur shumë pak. E dyta i paskën të gjithë elitarë, sepse një pjesë e tyre janë dhe me bursa, janë shkolla shumë të vështira për të futur, të paktën për të marrë bursat, janë shumë konkurruese, garojnë më të mirë. Qofse kanë elitarë në më mirë, është paktën brezi që po vjen të jetë më i mirë. Fatkeqësisht unë jam mendimin se kjo biseda jonë po shkon më shumë se ç'duhet drejt shkollave dhe analizës së shkollave. Kemi thënë gjithë ato herë, shpjam më mirë të mbaroj. Nuk kam se të më shumë argumenta për te saj, por qëndroj pak tek qasja nëse më lejoni tek qasja tek qëndrimi i palës shqiptare. Unë mendoj se ishte jo politikisht korrekt, por diplomatikisht korrekt. Sepse Erdogani e vizitoi Shqipërinë në cilësinë e kryetarit të shtetit turk dhe ne e pritëm me nderimet që i takojnë një kryetari shteti të një vendi aleat në NATO, por edhe një partneri shumë të rëndësishëm që ne vetë kemi shpallur partner strategjik dhe me cilin kemi shumë marrëdhënie të forta në shumë fusha. Unë do thosha që është vetëm 1/10 e raporteve që ne duhet kemi me Turqinë, çështja e gylenizmit është problem, sepse e thash, sigurisht që është problem, por mos të harrojmë dhe pjesën tjetër gamën shumë gjerë të marrëdhënieve që ne kemi me Turqinë. Dhe për te Erdoganit, në panelu përmend disa herë ne kemi pasur marrëdhënie shumë mira me një pjesë shumë të madhe të elitës politike turke. Për te Erdoganit dhe Gülenit. Unë do thosha që shqiptarët po e shikojnë tashmë Turqinë dhe jo Erdoganin vetë si aleatin potencial. Po kam frikë se Turqia po e shikon Shqipërinë vetëm nëpërmjet këndvështrimit të Erdoganit. Dhe jo të gjithë spektrit politik. Po thua Shqipëria thua institucion qeveria aktuale? Po sigurisht. Institucionet për institucionet. Sepse në fakt edhe kur ai ju referua dhe kjo është interesante pikërisht në një lloj kundër argumentit të kolegut që sapo foli, të zotit Cami. Është interesante që Erdogani falenderoi kryeministrin për Namazgjan aktual dhe nuk përmendi asnjë fjalë për ish kryeministrin shqiptar. Mirë, kam vetëm një saksim që më vjen për Edvinin kam përshtypjen, që statusi që i referuat thotë që Rama
ja premtoi Erdoganit kur takua para zgjedhjeve të qershorit apo jo. Por ndërkohë konflikti midis Gülenit dhe Erdoganit ka filluar në dhjetor 2013, ka filluar më mbrapa, pra, kështu që vështirë, shpallur, po që është një lidhje që nuk e bëjnë të gjithë, po megjithatë mendimi qëndron personal. Duhet pranoj një diçka, jam midis dy vende vet. Po. Dëshira e kryeministit tonë që është shumë e madhe që të thellonte bashkëpunimin veçanërisht fushën e ekonomisë me Turqinë, por derisa erdhi Erdoani kishte një ngrirje të marrëdhënieve. Edhe në lëvizjen e autoritetetve të mëdha reciproke, po dhe fatikisht do të pranojmë që marrëdhëniet edhe në fushën ekonomike ishin gati të ngrira. Pra nuk ka ndonjë thërim dhe të ngrira janë dhe tani pas vizitës do shohim nëse shkrihen më mbrapa. Vetëm një diçka. Turqia ka kapacitetet e mjaftueshme dhe më shumë se mjaftueshme po të det investorisht do të Shqipëri. Po thuaj se janë katërfishuar për të forcuar këtë që po thotë zotëria. Po thuaj se janë katërfishuar investimet turke për një periudhë 10 vjeçare. Po thuaj se janë katërfishuar. Them tani kon tani fond. Por vitet them nga unë thash nga takimi Erdogan kryeministit të toni fillova. Kur ka ardhur kryeministër ky more Rama. 20 muaj ka, 20 muaj. Pra unë fillova këtë periudhë. U fillua ngrohtësia e madhe, pati ngrirje të problemeve. Dhe fatikisht do të themi ne që ne si popull shqiptar në analitë fare nuk kemi as pak të kënaqur nga kjo sidomos vonesë, nga kjo ngrirje dhe ndoshta ndihma me kushte nuk ka. Domethënë shkrirja vjen nëse bëjmë atë që tha Erdogani? Jo, ne s'kem se bëjmë çështë pavarur. Po ti mbajmë të ngrira domethënë. Do ta mbajmë që sa kemi Europë, kemi Amerikën, kjo s'doj. Ne s'kemi ngrirë gjë. Ne si bëjmë njëri nëse koloni. Zoti Ben Blushi tha mjaft mirë në kuvend. Do janë poshtë dakord me të. Zoti Ben Jemi shteti zgjuar, popull i zgjuar, kemi shumë mundësira, po do ecim nga dalë më të sigurt. Okej, kam publicitet, para se të shkoj aty. Është e vërtetë që Turqia është vend mik, është partner, por nuk është model për ne. Jo, të thash pa. Publicitet, pas pak rikthehemi në pjesën e fundit. Sidomos tani s'është fare model. Jemi rikthyer. Po, jemi rikthyer dhe do po vazhdojmë debatin pjesën e fundit mbetur. Gjinishi. Ke shumë për thënë, më thonë, mesazhe, lër Gjinishin të flasi, por nuk e di çfarë, nuk e thënë ende. Jo, mua nuk pëlqen që ne ta bëjmë bisedën duke zgjedhur të jemi palë. Ne duhet ta shikojmë bisedën nga Shqipëria jonë. Kjo është shumë nuk diskutohet që shkollat laike të Gülenit janë shumë mira dhe këtë nuk do të qenë një pjesë që na mori kohë. Nuk bëhet fjalë për këtë. Po ashtu si nuk vihet në dyshim, strukturat paralele ekzistojnë në shtetin turk dhe kanë përdorur instrumentin e kapjes shtetit. Dhe në qofse një aktivitet i tillë ka si qëllim të prek rendin kushtetues në mënyrë të paligjshme, sigurisht që mund mos quhet terroriste, po e paligjshme është, kriminale është. Se si do shkojë debati në Turqi, kjo është çështja jonë. Por unë përsëri them, në Shqipëri duhet bëjmë shumë kujdes. Jo, do bëjmë ne me debatin që po bëhet në Turqi dhe me debatin që jo, nuk besoj që ne duhet të jemi pjesë debatit. Ne duhet merrem me Shqipërinë tonë. Kjo është e para. E dyta do të them dy gjëra. Ne jemi një vend i vogël, sigurisht që kemi bërë zgjedhjen tonë, jemi shtet antar i NATO-s, aspirojmë të bëhemi antar të BE-s. Po ka 2 vjet që na kanë ndodhur 2 gjëra shumë interesante. Sigurisht që politika jonë në plan të parë duhet të ketë, dhe besoj që kjo është platforma, interesat kombëtare dhe interesat e shqiptarëve. Ka 2 ngjarje shumë interesante. Nuk dua ti komentoj, po thjesht ka 2-3 detaja. Historia e armëve kimike. Nuk ka rëndësi fare. Më ka bërë shumë përshtypje një intervistë e ambasadorit Arvizu, një javë pas, i cili deklaronte se ka pasur duar të huaja dhe interesat të huaja të cilët implikuan dhe sollën gjithë. Dhe po ta shikoje nuk ishte, unë i mirë kuptoj, dhe ambientalistët dhe ato, por unë nuk mund të mirë kuptoj ndonjë politikan, ndonjë ish ministër, apo ndonjë analist i cili paguhet nga këto struktura në Shqipëri. Tani po e bëre Rebus, të lutem, unë po them tani unë po them mendimin tim dhe s'ka. Nuk i themi dot gjitha, do thua shumë gjysma gjëra. Jo, më po i them tamam. Do të tregoj një. Unë njoh fast analistin as politikan. Do të tregoj me do emra, ke dëshirë ta bëjmë emra. Ke dëshirë me emra. Kanë sulmuar biznese në Shqipëri, merrni intervistë Gjergj Lucën, pronarin e Rozafës. Po pse e kanë? Doni emra? Pse e kanë? Po shkoni pyeteni. Donë t'ia merrnin gjithë biznesin. Tash a do qëndrojmë parim apo do merrem me vogëlsira? Se ne nuk mund bëjmë gjyqin këtu as Gülenit as Erdoganit. Faktet nuk janë vogëlsira, që janë fakte. Të lutem. Po ato njerëz i pam dhe këtë herë, disa nga ato, unë i mirë kuptoj. Sigurisht që nuk jam dakord me atë mënyrë se si foli presidenti Erdogan, po ajo zgjedhja e tij fundi fare ne kemi pas dhe kërkesën të Ahmedinexhadit që thonte
nxirrni mujahidinët se janë terrorist, apo kishim dhe kërkesën e shtetit kines kur thonte për ujgurët. Jo, nuk është ashtu. Ne duhet ta marrim seriozisht, sepse është një shtet mik, shtet partner, kemi marrëdhënie dy palce, shumë palce, por ama ne duhet të verifikojmë gjërat këtu. Nuk është problemi të bëjmë tifozëri këtu. Nuk është tifozëri. Dhe do t'i kthejmë edhe një herë. Pa duar të huaja, po kishte një interes shumë të madh. Në 10 dhjetor të atij viti do ishim antar me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Do kishim miliarda investime dhe statusin. Keni fjalë për protestat kimike? Po, dhe u manipulua totalisht. Edhe këtë herë unë shikoj një frym, unë i mirë kuptoj gjithë ato që se kuptojnë debatin, po unë shoh një frym manipulative, qoftë për figurën e Gülenit, qoftë për historinë që çdo gjë e çojmë ke shkollat. Nuk është aty problemi. Dhe nuk është debati Gülen Erdogan që të vinë në Shqipëri. Jo, do shohim Gülenin në Shqipëri. Dhe ky është ajo që shteti shqiptar duhet bëj kujdes, jo pse duhet bëhemi. Me sa shohim, ti ke ngacmuar shumë debatin, edhe publiku është ngacmuar shumë. Në qoftë se do të se në 95-ën ka firmosur babai juaj thon për medresen e Gülenit. Atëherë nuk ka qenë e rrezikshme. Edhe herë, nuk ka medrese Gyleni. Nuk ka nuk ka medrese Gyleni. Gyleni nuk figuron në asnjë vend. Pra mirë, nuk e ka zyrtarisht. Po ti vetë pak më herët që medreset po turqizohen dhe ato janë të Gülenit. Edhe një herë. Në qoftë se do të dish pse turqizohen medreset, unë ta tregova. Fillon që nga emri, nuk është gjë e vogël të heqësh emrin e Ali Koçës nga ajo, sepse është. Pra nuk kanë qenë kështu në fillim dhe janë kthyer tani. Pra kur janë miratuar dhe kanë ardhur, kanë ndryshuar tani. Sigurisht që kanë ndryshuar. Mësimin vetëm me vendimin e Sisasimit. Të lutem tash, unë nuk e di se si është bërë, po them. Por zotëri, unë di ligj shumë mirë. Unë nuk di ligj shumë mirë. Në asnjë lloj shkolle nuk u bën dot ndryshim emri pa vendimin e Sisasimit. Ilva, ka mundësi ta mbaroj këtë? Unë nuk po them që po shkelni ligjet e shtetit. Lutem mirë kupton, po pse bëhesh nervoz? Unë s'e kuptoj. Jo, unë bëja argument, s'bën nervoz. Po çfarë argumenti më mirë? Unë po them është hequr emri Hafiz Ali Koçës, i cili është i rilindas. Ti më thua se me vendim. Unë nuk dua të hiqet. E ka bërë Ministri i Arsimit tonë, e ka me ligj. Të lutem një minutë burit atë. Unë nuk dua të hiqem sepse është pjesë e identitetit kombëtar shqiptar. Nuk ka rëndësi, a e bën më mirë tim të ministrisë apo jo? Ne kemi modelin ton dhe modeli jon nuk mund të jetë një i huaj. Harrojeni atë pjesë. Strukturat paralele në çdo vend janë të dëmshme. Ke struktura paralele në Mitrovic. Mirë, po i morëm të mirëqenia që ekzistojnë janë. Sigurisht janë. Ato janë struktura paralele. A do të jap një tregus? Po. Do lexosh se sa të egra do t'jenë komentet kundër Erdoganit dhe pro Gülenit ose anasjellës. Kjo tregon që nuk është debat fars në Shqipëri. Për ta mbyllur pak. Jo, e vëre që është debat real është. Edhe te kjo. Por problemi është. Edhe të lutem Milva, se do ta mbyll. Edhe ke momenti i përplasjes që ndodhi ditën e fundit, pat disa eksponentë të cilët u përfshin. Unë them, ne duhet të shohim interesat tonë kombëtar. Ne nuk mund t'ia lejojmë vetes që duart huaja na heqin ato ofertë që ishte me armët kimike, të cilët na u shfaqën sikur do hidhnin në gjithë Europën, ja ku bën Napoli nuk ndodhi asgjë. Edhe tani, ne nuk mund të lejmë që duart të huaja na fusin. Mirë, po shumë do merrnim statusin, do hapnim negociatat se për antar bëhet nuk bëhet. Nuk është aty do bëheshim ca investime të tjera. Nuk është problemi aty, mund marrësh dhe 1 lek. Ke një interes, do mbjellësh 5 nuk është aty problemi. Problemi është që njerëzit duhet marrin vendim të pastërt, pa u manipuluar. Kjo është problemi. Dhe vendimi duhet i përkasë shqiptarëve. Po pse Gylenisët tu kanë interes ta mbajnë Shqipërinë peng dhe ta mbajnë të pazhvilluar? Unë nuk di të them se çfarë interesi ka. Ti aludon e hedh kartën dhe pastaj thua nuk e them këtë. Po mirë, do përgjigjem. Ma jepra. Ne jemi shtet. Po. Dhe shteti ka objektivat, strategjitë, qëllimet e veta. Në qoftë se në shtet infiltrohet një strukturë tjetër brenda shtetit që punon për një tjetër, atëherë ky është shteti i dytë dhe kjo është aktivitet kriminal. Kaq. Këtë punë bën dhe mafia kur ka politikanë dhe kur ka institucionet shtetit. Dhe ka individ të tillë të infiltruar. Ka thënë sot. Janë struktura paralele, në gjyqësor, prokurori, gjykata, polici, në ushtri. Kaq është historia. Se ku janë në Shqipëri, unë nuk jam ekspert i asaj. Po kjo është ajo pjesë që ne duhet ta shikojmë. Kaq është. Atje është ajo pjesë e kapi korrupsioni që bë pastrimin parave, thotë ky. Pra ata të cilët zbuluan pastrimin $1 miliard në bankën e Ankaras me një iranian, ku ishte dhe djali kryeministrit, dhe më datën 17 u arrestuan 3 ministrash, të cilët ato heqën ministrat mas 15 ditësh, dhe më datën 24 u arrestuan djali kryeministrit, ata quhen paralel kyë.
Ata pa dhe Erdogan ata kjo para rezolucionit u çdo ditë mjes hyte miliet sa pa a mund ta bësh bisedë seka sepse s'ka që ngarkuar. Ata njerëzit që kërkojnë pasërti dhe shtet ligjor. Që të kërkojnë shtet ligjor Turqi. Ata kërkojnë shtet ligjor demokratik dhe laik Turqis. Ky është kundërvon atyre. Të kapim të deportojmë qelizat e shtetit. Kolegëve se jemi në mbyllje. Interesi kombëtar i Shqipërisë. Në çfarë do? Cili është që ta marri parasysh atë që tha Erdogan, pro apo kundër? Jo, më diskutuam atë pjesën. Po jo, do ta kemi në mbyllje. Shteti jon duhet të mbrojë. Po interesi jon, marrëdhëniet tona një herë janë me shtete. Marrëdhëniet tona nuk mund vjen pikpyetje nga njerëz, cili do qofshin ato. Sigurisht që çdo shtet ka kërkesat e veta, ju e solla rastin e Iranit, dhe shteti jon marrti një pozicion shumë të saktë, edhe me rastin e Kinës te vajgurët, kështu ishte historia. Tani problemi nuk është që na erdhi dikush dhe tha futeni brenda Gylenit dhe ne ta bëjmë. Nuk e kam aty domun. Dhe mu më habit pse gjithë ky reagim i nervozumën. Çështja është. Po interesi ynë cili është? Çështja është, interesi ynë është ky, që këto struktura nuk diskutohen sepse janë emra personalitetesh politik shumë dhej. Unë ju referova vetëm njërit, James Jeffrey, ish ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë jam i predispozuar ta besoj këtë. Në kohën e James Jeffrey nuk ka qenë Gyleni ky që është sot. As Erdogani nuk mendonte kështu. Erdogani nuk ka qenë fare. Dhe Erdogani nuk mendonte kështu për Gylenin, apo jo? Tani, nuk është aty problemi. Ku pra është? Ja, po kush është? Kjo është një strukturë që rekruton njerëz, financon dhe futet, infiltrohet në sistemin shtetëror, në të gjitha nivelet e tij. Të lutem një minutë. Me çfarë misioni? Po ja, pa ta mbaroj pak apo. Me këtë mision që kur i prishin pazaret e veta, nxjerr video dhe përgjon kryeministin, presidentin e vendit Dhom Gjumit, president shtabin, president Fidan Hakan që është shefi i shërbimit dhe u bë negociata me Öcalanin për të mbyllë sherrin dhe problemin me konfliktin e kurdëve. Kush janë këto njerëz? Çfarë interesi mund? Ore, ky nuk është thonë te krauti Erdoganit. Një pyetje të fundit për gjithë se nuk e jap fjalën. Flagrans pastrimi 1 miliard. Ato që Gylenin mos do të $1 miliard duhet me balancuar. Nuk të vjen më fjala, kështu që më përgjigj tani. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do mbanin një individ si ky që thua ti? Do ta mbajnë atje dhe nuk do ta ekstradonin. Qëndrimi unë ju thash çfarë qëndrimi do të mbajnë. Qëndrimi jonë është ligjor. Nëse shkelet ligji në Shqipëri, natyrisht atje. Nëse ai ka bërë dëm dhe shpallet terroristët si ai nuk jeton në Shqipëri fare. Shteti ligjor është thelbi. Shteti ligjor është gjithë problemi. Dhe ne para se sa të shohim se si do shkojë debati atje, le të shohim shtëpinë tonë këtu. Kaq është historia. Ne nuk mund të lejmë vetes që me manipulime ligjor është edhe që mos na vinë japin leksione këtu. Jo, nuk ka lidhje, nuk ka. Tash është histori kotit tash. Ne tham që ato shkollat e Gylenit nuk kanë lidhje tash. Kolegjet turke, e thash në fillim që fjalën e parë. Mirë, po ta lutem. Jam në mbyllje interesin kombëtar. Çfarë duhet bërë me këtë çështje? Shembulli i Mitrovicës ishte interesant. Domethënë ka një strukturë realist paralele Mitrovicë që nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe është organizuar në mënyrën e vet publikisht, i thotë unë nuk njoh ty. Ndërkohë që në rastin e lëvizjes Gülen nuk kemi një gjë të tillë. Jo, nuk e thash në atë formë, jo. Unë e thash në formën një strukturë, do në shteti brenda shtetit është aktivitet kriminal. Në qoftë se ekziston patjetër që është aktivitet kriminal. Se është cënimi i rendit kushtetues, është cënimi i sigurisë kombëtare. Në rast në rast se një njeri i frymëzuar nga mësimet shpirtërore të Gülenit mbaron shkollën juridik, bëhet jurist dhe punon në gjykatë kushtetuese, po kap shtetin ky? Jo, s'ka asgjë të keqe. Në rast se janë shumë të tillë. Po nëse përdoret, nga ky njeri atëherë është problem. Besoj që bim dakord te kjo pjesë. Tani në këtë aspekt shteti, edhe këtu vim te interesi kombëtar, shteti patjetër që duhet të shtojë vëzhgimin, që thatë edhe juve, dhe të njihet me situatën, të shkëmbej informacion me shtetin turk dhe në këtë mes kuptohet pa pasur mundësinë as aftësinë për t'i dhënë mend autoriteteve të vendit tonë, po gjykoj thjesht nga jashtë, me aq sa e shikoj unë, se ne si vend kemi realisht interes për t'i pasur mirë punët me të dy faktorët. Domethënë, u përmend edhe kontakti i qeverisë turke me Öcalanin, pra si përfaqësues i një organizate realist terroriste, siç është Partia e Punës Kurdistanit. Pra do të thotë që edhe shteti turk, kur ka interes, komunikon dhe me terroristët. Në Burg, e kishte të burgosur. Pikërisht. Dhe po puna është punë nga Gyleni me këtë histori. Dhe fakti se edhe struktura paralele, po themi, apo lëvizja Gülen është quajtur strukturë paralele dhe organizatë terroriste, nuk do të thotë që në një hap më vonshëm vetë shteti turk nuk merr hapa të tjerë
për të komunikuar dhe për të ndërprerja të luftën që... Këto janë kolegje që janë inauguruar, si shtanë zoti Lima në fillim. Ka ndodhe më parë. Janë inauguruar nga president, nga kryeministra turk, që gjitha kolegje që janë hapur. Ore, po pse merremi me kolegjet tash ç'a kuptimi ka? Jo, po merremi sepse po më thonë që edhe emrat nuk janë ndryshuar. Asnjë nga medreset nuk ka ndryshuar emër në këto vite. Jo, kam pas pankarta, çfarë quhen këto banderola në fillim e di gjithçi, nuk quhesh Medreseja Tiranës. Medreseja Haxhi Mahmud Dashi që ishte personalitet në medresen e Tiranës. S'ka lidhje domethënë. Po flas për imazhin, banderolën. Domethënë, në rast se gjykohet që në rast se shteti shton vëzhgimin dhe arrin përfundime të caktuara, patjetër që mund të bëjë ndërhyrjet e veta. Por është jetike për shtetin ton, janë jetike për shtetin ton investimet e huaja, cilat në rastin e lëvizjes Gülen gjithashtu janë konkrete dhe kanë qenë të rëndësishme edhe për vetë ecjen përpara Turqisë. Domethënë sot dhe për këtë meriton përgëzime qeveria turke. Ka pasur një zhvillim shumë të dukshëm ekonomik të Turqisë në vitet e fundit, por pjesë e këtyre zhvillimeve natyrisht që kanë qenë edhe investitorët privat, nuk kanë qenë reforma tregu ato që kanë nxitur zhvillimin, jo ndërhyrja etatiste e qeverisë, po themi. Dhe në këtë kuadër, si marrëdhënia e mirë me Turqinë si shtet në planin geopolitik, geostrategjik e tjerë, domethënë kush janë specialist mund t'i shtjellojnë më mirë këto. Ashtu edhe investimet e huaja, qoftë në arsim, qoftë në fusha të tjera të ekonomisë, që vinë nga njerëz apo fondacione pranë lëvizjes Güleni, për ne janë të rëndësishme. Dhe në këtë kuadër, se si do ta gjejnë pastaj ekuilibrin autoritetet shqiptare për të ruajtur atë barazpesh që u duhet. Se mos pajtohet prap Güleni me Erdoganin, apo nuk kam shans. Edhe kjo mund të ndodhë. Dy ishmiq Güleni mund pajtohet me Erdoganin, po nuk e di për panelistët tanë, pastaj çfarë do ndodhi. Do pajtohen prap. Megjithatë për te po më thuaj. Të thash. Kur fola për komunikim të shtetit turk me një organizatë terroriste si Partia e Punës Kurdistanit, kam bindjen që asgjë s'është më e pamundur. 35 minuta ka varë. Interesin kombëtar, të kam çështjen. Po, unë mendoj se është në interesin kombëtar të Shqipërisë një partneritet jo në fjalë, por strategjik në vepra me Turqinë, i cili duhet shtrihet dhe po shtrihet gradualisht në projekte të mirëfillta që zën fill nga infrastruktura, nga investimet në infrastrukturë që vazhdojnë me investime në sektor të rëndësishëm, jo kyç ose vendimtar për Shqipërinë, se kjo do ishte pastaj një lloj varësie strategjike që nuk do ta doja në raport me interesin kombëtar shqiptar. Interesi kombëtar shqiptar i shërben investimet turke në sektorin mineral, në telekomunikacion e tjera me radhë, sepse në një farë mënyrë jemi një vend i vogël, një vend i cili ndodhet në një situatë shumë të vështirë ekonomike dhe ka nevojë për çfarëdo lloj fryme të re ose një frymarrje të re investimesh ekonomike, e cila për momentin po vjen nga Turqia, që duket se po zvendçon gradualisht atë influencën çik më të fortë që kemi pasur nga Greqia. Thënë këtë, unë mendoj se lëvizja gyleniste për Shqipërinë nuk është në atë shkallë rrezikshmërie ose probleme që paraqet për Turqinë, por që vendi jonë duhet të jetë i përgatitur dhe t'i parapri çfarëdo lloj problemi ose situate që mund krijohet në të ardhmen, dhe unë kam fjalën këtu për të ardhmen afatmesme më shumë se sa për ata afatgjatë. Çfarë situate parashikon që thua? Çfarë situate mund të? E kam fjalën për një aftësi që duket se po krijohet të paktën nga kjo lëvizje dhe duket se po del fare mirë këtu në panelet dhe nga ato që tha zoti Gjinishi, po sidomos nga reagimet që pati nga paneli, sepse duket sikur sa më shumë që shtohen zërat kundër Gülenit, aq më të forta bëhen dhe reagimet nga ata që janë më pranë kësaj lëvizje. Dhe kjo duhet parë dhe në atë që ju thatë në debatin që ju po e shikoni aty, në atë përplasje midis radhëve të dyja palëve. Unë kam përshtypjen se kjo gjë nuk është në interesin kombëtar të Shqipërisë nga ana tjetër, që debati për zgjedhje në Turqi të vinë në Shqipëri. Dhe nuk ka qenë ky qëllimi i Erdoganit, nuk ka nevojë ta bëjë në fundit që të jemi realist dhe mos i rrisim shumë vlerat të vendit tonë, nuk ka nevojë që ta bëjë përtej asaj çka jemi, nuk ka nevojë që ta bëjë në Shqipëri. Dhe nuk ka nevojë që fushata elektorale e Turqisë të vijë deri në Shqipëri. Mendoj se ajo është për të zhvilluar të rënd Turqi
dhe nga jo do varet në një farë mënyrë dhe raporti I ri në politikën e jashtme që Turqia do ketë jo vetëm me partnerë strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe situata e përgjithshme në lindjen e mesme dhe influenca turke, por mbi të gjitha nga mënyra se si Turqia do e shikojë Ballkanin, sidomos pas zgjedhjeve shumë të vështira që e presin Erdoganin. Lëvizja gyleniste, prandaj quhet lëvizje, është një aktor jo shtetëror, duhet trajtuar si I tillë në nivelin e kërcënimit që një aktor I tillë përfaqëson. Nuk është organizatë terroriste në kuptimin klasik që ne përdorim për organizata terroriste, por është një organizatë e cila me mënyrën e saj, me një mënyrë krejtësisht origjinale dhe ndryshe nga të tjerët, është e aftë që të dëmtojë interesat e shteteve të tjera, interesat kombëtare. Mirë, pranvera, po, ma thuaj fjalin për ta mbyllur, faleminderit. Atëherë për ta mbyllur, unë me keqardhje e ndoqa këtë bisedën tuaj, pasi mesazhi që u mor nga kjo ishte që qindra fëmijë që sot studiojnë në këtë shkolla dhe shkollohen, u cilësuan si potencial për të qenë si celula dhe u shkatrua e ardhme e këtyre personave, se ky mesazh sot nuk do të harrohet. Ndërkohë që u fol sepse neve na intereson Shqipëria, e ardhme e Shqipërisë, në të vërtet këtu dëmtua. E dini sa qindra student, qindra nxënës studiojnë aty, sot ju të qua mesazhe sikur ata të gjithë janë potencial për të përdorur. Ndërkohë që ata shumica prej tyre, edhe në qoftë se ka ndonjë numër të tillë, shumica atyre janë thjesht për të arsimuar dhe është dhënë rasti për të arsimuar në shkollat më të mira. Mos I shkatroni të ardhmen e fëmijëve. Faleminderit, pranvera, jo të gjithë e thanë këtë. Mesazhi pasi mendime ndryshme në panel, por nuk besoj se të gjithë e thamë dhe jo të gjithë e mendojmë atë. Madje në asnjë rast nuk është kështu. Jo, sepse nuk u vë gisht, por thanë që nga këta rekrutohen, përderisa thuhet rekrutohen në këtë formë, janë potencial të gjithë. Për kolegjet ku ke mbaruar ti në Shqipëri, tash çfarë? Nga njëra anë thoni që ne s'kemi punë me Gylenin, nga ana tjetër ndjeni veten të lënduar kur ne flasim për Gylenin. Ç'është kjo? Po jo, sepse unë kam studiuar aty dhe të tjerë studiojnë. Po ne s'po folëm fare për këtë pjesë. Morëm lëvizjen përgjithësi. Jam në mbyllje të emisionit. Marrëdhëniet e bashkëpunimit politik, veçanërisht fushën e mbrojtjes me Turqinë janë shembull I marrëdhënie bashkëpunimit dy palësh. Marrëdhëniet ekonomike në nivelin e duhur. Nësa ky problem po diskutohet sot nuk ka pse krijohet fare shqetësim të asnjë. është I problemi lindur për pushtet dhe për korupcion që ka lindur Turqi. Institucionet dhe ligjohet të shtetit shqiptar janë në këmbë, aq dhe më shumë që fëmijët e shumicë janë atje pranë tyre dhe duhet kuptojmë që kjo është një propagandë, ndoshta edhe me qëllime të caktuara për të futur ndjenja pasigurie në vendin tonë, ka shi 5000 nxënëse studentëve që janë këto shkolla. Kur ato faktikisht shkolla elit, shkolla më disiplinuar, më organizuar, më bashkohore, më me gjuhë të huaja. Por mendimin tim ne do të urojmë sukses atyre. Patjetër. Gjeni Gjisida nuk e tham këtë thua. Nuk e ngritëm të shqetësim. Ne nuk e tham fare, nuk u morëm fare me kolegjet. Falenderuar që ishit këtu, falenderit dhe pranverës, falenderit dhe panelit, gjithë mesazheve që më kanë ardhur sot gjatë kësaj teme, me sa duket delikate dhe kam frikë se kalon hapësira për debate edhe në të ardhmen. Ajo që do doja të mbyllja është sigurisht interesi kombëtar në lidhje me këtë çështje, por interesi kombëtar I Shqipërisë është antarësimi në Bashkimin Evropian. Natën e mirë.